Shikues nderuar, ju përshëndes, unë jam Andi Bora dhe mirë se vini në Sken Krimi. Do të ndalemi për të folur në pjesën e parë për protestën që po zhvillohet prej 25 ditësh në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku çdo ditë, çdo mbrëmje mira të rinj mblidhen aty për të protestuar kundër, le të themi, qeverisë. Janë tashmë zyrtarizuar 5 pika të cilat kanë mbruar nga grupi koordinues i kësaj proteste, të cilat u lexuan nga ish ushtaraku i UÇK-s Dritan Goxha. Megjithatë, ndaj tij ka nisur sigurisht edhe le të themi kritika apo qoftë edhe sulme në rrjetet sociale dhe në media, në anën tjetër edhe mbështetës të tij të cilët janë kundër përgjigjur gjithsej historie, çfarë po ndodh me protestën, çfarë janë këto kërkesa, si po përpiqet të zhvendoset vëmendja apo debati publik nga thelbi i protestës tek persona të caktuar. Do përpiqemi të kuptojmë atë se çfarë bën realisht, le të themi, PR-i apo drejtoria e komunikimit e kryeministrisë në raport me gjithë histori. Në pjesën e dytë do të ndalemi për të folur për grupet kriminale të cilat pastruan parat në Shqipëri. Përse u vonua kaq shumë, pra për rreth 5 deri në 6 vite, goditja e 2 nga grupeve më të mëdha të cilat kanë trafikuar tonelata e tonelata kokain, pra nga Amerika Latine drejt vendeve të Bashkimit Evropian, futja e parave në Shqipëri dhe injektimi i tyre në ekonominë e vendit ton. Përse vonoi goditja e këtyre grupeve nga ana e drejtësisë shqiptare, dhe sigurisht do përpiqemi të zbulojmë pak a shumë se kush është zyrtari i lartë i qeverisë i cili ka qenë në takimin e Arubës, apo qoftë edhe në takime të tjera, sepse në dosjen e SPAK thuhet që nuk janë zhvilluar takime vetëm në Aruba, janë në Monaco, në Majorka e të tjerë. Do të diskutojmë edhe se çfarë po ndodh me kryebashkiakun Erion Veliej për sa i përket dy çështjeve, çështja në themel ku është shtyr tashmë prej shumë kohësh dhe çështja e cilën ai e ka në gjykatën administrative një padi ndaj le të themi prokurorit Olzdado dhe emërimit të tij si prokuror. Ndërsa në pjesën e fundit do ndalemi tek çështja dosja Balluku, ka shkuar apo jo një kërkesë e dytë e SPAK në Kuvendin e Shqipërisë. Të ndalemi tek protesta, le të dëgjojmë se cilat janë kërkesat e protestuesve në raport me gjithë ato që po zhvillohet për 25 ditësh. 1. Dorëheqjen e panegociueshme të kryeministrit dhe të qeverisë. 2. Krijimin e një qeverie teknike tranzitore jo partijake me mandat 12 mujor. 3. Ndryshime kushtetuese, ku të gjithë shtetasit shqiptar të jenë të barabartë para ligjit, si dhe miratimin e saj me referendum popullor, duke përfshirë në të tjera ndryshimin e kodit zgjedhor, ndryshimin e ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, kufizimin e ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate, të plota ose të pjeshme, gjatë gjithë jetës politike të një individi. 4. Anulimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura. Anulimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për trashëgimin kulturore. Shfuqizimin e paketës ligjore të njohur si paketa e maleve. Shfuqizimin e statusit dhe të kuadrit ligjor për investimet strategjike. 5. Një kontratë re sociale mes qytetarëve dhe shtetit, e cila do të përpilohet pas konsultimit me intelektual, ekspert teknik dhe qytetar apartjak, të propozuar nga sheshi i protestës. Mirë dashur shikues, kjo ishte ajo se çfarë dëgjuam nga protesta për sa i përket 5 pikave. Unë për diskutuar për çështjen e protestës, çfarë po ndodh aty, edhe çështjet e tjera të cilat lidhen me zhvillimet të rëndësishme në vendin ton, kam të ftuar sonte në Sken Krimi ish prokurorin dhe avokatin Ervin Karandxha. Karandxha, shumë faleminderit. Përshëndetje, mirë mbrëma. Edhe kolegun gazetar Basir Çollaku, faleminderit Çollaku. Faleminderit. Tani unë për publikun po i lexoj edhe një herë 5 pikat se çfarë ka kërkuar grupi koordinues i protestës. Pika e parë është dorëheqjen e panegociueshme të kryeministrit dhe të qeverisë. Pika e dytë, krijimin e një qeverie teknike tranzitore jo partijake me mandat 12 mujor, pra 1 vit. Pika e tretë, përfshin ndryshime kushtetuese ku të gjithë shtetasit shqiptar janë të barabartë para ligjit si dhe miratimin e saj me referendum popullor, duke përfshirë ndër të tjera ndryshimin e kodit zgjedhor, ndryshimin e ligjit për financimin e partive politike dhe të organizatave të ndryshme, kufizimin e ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate të plota ose të pjesshme gjatë gjithë jetës politike të një individi. Pikë e katërt, paralelisht
Kërkojmë anullimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura, anullimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për trashëgiminë kulturore, shfuqizimin e paketës së ligjit të njohur si paketa e maleve, shfuqizimin e statusit dhe të kuadrit ligjor për investime strategjike. Pika e 5, kontrata re sociale mes qytetarëve dhe shtetit do të përpilohet pas konsultimit me intelektual ekspert teknik dhe qytetar apartiak të propozuar nga sheshi i protestës. Unë këto i lexova në studio Çollaku, këto janë lexuar edhe në shesh. Po sigurisht. Si i vlerësoni këto 5 pika? Janë 5 pika të cilat do duhet të merren në konsiderat? Natyrisht që po, janë pika të cilat duhet zjerohen sepse ata janë thelbi në shinën e një platforme të mundshme të ardhshme nesër. Ajo çfarë ka sjell kjo ngjarje ndërmë pazakonta pas viteve 90, është që kjo protestë ka qenë një ministër i jashtëm i Shqipërisë duke ndryshuar dy realitete, duke ndryshuar imazhin e Shqipërisë jashtë pozitivisht dhe duke treguar një të vërtetë për imazhin e qeverisë brenda vendit, që nuk e kanë përcjellë më herët as raport diplomatike, as ata të Brukselit dhe ato ndërkombëtare. Qeveria pretendon një tjetër gjë, që kjo protestë ka dëmtuar ndjes imazhin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare për shkak sepse del si një shtet kundër investimeve. Qeveria ka një problem tashëm me shumë gjuhë të planetit, përveç gjuhës shqipe, të cilën ne jemi njohës vetë saj dhe po ndjekim ngjarjet e zhvillimet, por Reuters, CNN, Fox News, Al Jazeera, pra mediat të Der Spiegel, pra evropiane, franceze, Telegraf e tjera me radhë, po. Të gjithë botën, janë duke thënë, së paku në javën e fundit, që kjo është protestë antiqeveritare kundër korrupsionit, krimit, pastrimit të paras, grabitjes pronës. Janë të qartë në ato çfarë thonë, duke e ndjekur reagimin e qytetarëve shqiptar nga bulevardi në Tiranë. Jo duke pyetur andej këndej. Raporterët europianë, amerikanë dhe botror janë në Tiranë. Ne kemi parë transmetime live të protestës, të Reuters, të CNN. Pra, pesha specifike Shqipërisë në informacionin botror, në media globale, si Reuters, CNN, Fox News, thjesht live. Unë besoj se kjo ka një përmbajtje serioze që ata po e marrin më seriozisht se qeveria shqiptare. Halli Ramës ne duke parë dhe telendisën leksikore depresionin e dukshëm të tij. Për të kthyer edhe tek momenti i protestave që ka të bëjë me qeverisjen, pra është një ekstrakt, do të thoja, i atyre problemeve që përcjellen edhe shqetësimet atë qytetarëve që shkojnë aty. Ai shesh është një shesh si një OKB politike, do të thoja. Të majtë, të djathtë, pa partit, pa varë, kuj zidh, verdh e shil politikisht. Sepse problemet e tyre në tryezë, në shtëpi, në darkë janë të njëjta. Nuk ndryshojnë. Kemi të bëjmë ndoshta me elektorati ngri, elektorati që ndoshta këtu i ka munguar më së shumti dhe opozitës në përballjen. Është edhe ky elektorati ngri, do të thonë unë nuk jam fort partizan e kësaj historisë së pavarur se njeriu është kafshë politike dhe ka një perceptim apo një përshtetje anësi, pavarësisht nëse është prezent, shfaqet, voton apo jo në datën e caktuar, se ne indiferencën e kemi si kushrit parë, si kom, por do të thoya që edhe ata janë. Por ajo çfarë bën, kemi një lloj edhe partiakët po ofrohen të bashkohen bashkë me jo të tillët në protestë për të treguar se edhe shqetësimet e tyre, edhe sakrificat e tyre, edhe familjet e tyre, pavarësisht qeverisjeve të majta dhe djathta në Shqipëri për 36 vite, numri i hallave të tyre nuk është paksuar kur mbështetësit e tyre, të votuarit e tyre, kanë qeverisur. Çka do të thotë që rezervat e tyre, qofshin politike, humane, njerëzore dhe shoqërore, apo dhe civile tek e fundit, janë akumuluar në këtë shesh. Unë them që kjo është një realitet i ri politik, pra, dhe protesta ka shërbyer që imazhi shqiptarëve jashtë të ndryshojë tërësisht, se ngelëm në lajm i parë vetëm për trafik droge. Ka rënë trafiku drogës në vend 2, vend 3 për shkak të protestës, kemi dalë në vend parë me një lajm të mirë tek e fundit. Dhe njëkohësisht u tregon kancelarive evropiane çfarë po ndodh në Shqipëri, por edhe vetë qeveritë, ju thon ambasadave në Tiranë që na keni thënë që është fjollë çdo gjë, se vda e madhe pas kryeministit, vdesin gjithë shqiptarët, shumicë. Tjetër tregues. Edhe një detaj tjetër kam shoh duke parë zhvillimet e shumta, pa pesëmarrjen masive të jashtëzakonshme. Ditën e shtunë, mos gaboj, ka qenë një protestë që s'ka bërë asnjë parti në Shqipëri. E vërtet.
asnjë parti. Edhe kjo është tregues që shqiptarët e kërkojnë ndryshimin duke rezistuar, duke u përballur, dhe duke u çuar mesazhe kujdo që merret në politikë. Na shihni dhe na dëgjoni se nuk do të na bindni si herët e tjera. E qartë. Ndaj them që dhe parti duhet të reflektojë në qëndrimin secila prej tyre pas projekteve, platformave, qoftë majoranca dhe opozita. Majoranca duhet të reflektojë duke i hapur rrugë, le të themi, zhvillimeve të reja politike në realiteti tjetër. Kemi parë edhe ambasador në protestë. Së vëndës ambasadori Sobes ishte ditën e djeshme, Gonzato ka qenë javë më herët, le të themi, në pjesëmarrës në protestë. Gonzato kaloi aty, bëri ka shumë rrugë nga ku mund të kalohet dhe s'ka protestë. Nuk besoj se rastësia dhe bulevardi u takuan gabimisht. Do të ishte mesazh diplomatik. Edhe mesazh dhe i qartësi. Shoh një shtim të qëndrimeve europiane, gjermane sidomos, franceze, ndosë vizita e Ramës në një përpjekje oksigjeni 2 ditë më herët, ishte një vizitë private. Me Macron? Me Macron. Nuk ishte mbi bazën e protokolleve shtetërore, pra takim zyrtar kuptimin? Pra, edhe me miq që ndjekin nga afër politikën franceze, duke konsultuar dhe imazhet e përcjella, apo njoftimet, le të themi, nuk ishte në hyrjen kryesore të Champs-Élysées. Ishte nga hyrja e pasme. Nuk ishte në sallën ku bëhen pritjet zyrtare. Ishte në banesën ku Macron jeton. Pra zërës një vizitë në shtëpi. Nuk ishte as flamuj shqiptar, as francez. Dhe duke i krahasuar me pritjet e krerëve të tjerë të qeverive dhe të shteteve, është dukshëm, pra, një mungesë protokolli për këtë takim, çka do thotë që përpjekjet e Ramës për të gjetur shtigje lobingjesh të vakura dhe të shkërmoqura tashmë nga protesta. Dhe Franca historikisht është treguar shumë dashamirëse me ne. Franca është dashamirëse dhe me diktatorët. Ke shumë diktatorë të Afrikës që jetojnë në Francë. Bashar Rama ka shkuar edhe për të projektuar të ardhmen. Se jo? Të ardhmen? Të ardhmen si qytetar europian. Po jo. Për të shkuar deri atje duhet në bindjen time heraj duhet përballet me drejtsinë se ka një mal të madh kusurish. Dhe nuk besoj që kjo drejtësi me gjithë gjunahet dhe zigzaget e veta të ofrojë një amnisti. Për kryeministrin dhe për obortarët e Ramës, familjarë dhe qeveritar. Okej, do rikthehem sërish për diskutuar, se kemi goxha çështje për diskutuar, sepse sigurisht kjo protestë duket si ka dhënë vërtet një qasje tjetër protestat në një vend demokratik. Ajo që po ndodh 2 ditë në fund është ndërhyrja agresive e qeverisë, si në rastin e flamurit të ambasadës Izraelit, ajo është objekt i rëndësisë veçantë. I kam për diskutime këto që mos më zaurosh, domethënë që ta bëjmë edhe diskutim. Dhe siç po foja, domethënë sigurisht protestat në çdo vend demokratik janë të shëndetshme, bën një qeveri më të përgjegjshme, e vendosin opozitën ndoshta edhe në siklete për të qenë edhe ato më të përgjegjshme në raport me përballjen politike që mund të kenë me qeverinë. Megjithatë, duhet sikur patëm dhe një zhvendosje të vëmendjes publike, Karanja, po ta shohësh mbas leximit që u bën 5 pikave, kërkesave të grupit koordinues që i lexoi Dritan Goxha, ish ushtarak i UÇK-s. Ka një zhvendosje nga thelbi i protestës. Si e keni parë? Zhvendosja ka tërkohës së protestës që domethënë bëhet përpjekje për të zhvendosur vëmendjen që nga fillimi i protestës. Fillimisht tha që ishin grek. Edhe Wikipedia, Flamingo Revolution. Po edhe pra është diçka është ndërkombëtarizuar pra. Është gjeopolitika ka ndryshuar, shqyqyr si jemi më për transportin e drogës, si jemi për kokainë të pastër se kemi sjell mallin e parë, po na ndryshon, shqyqyr është diçka pozitive. Fillimisht protesta në listë, domethënë propaganda ishte mashtrimi. Ishin grekta, janë grekta. Më pas ta janë serbta, kanë ardhur edhe nga Serbia. Më pas fillon janë antisemit. Pse u hoq një flamur? Ndërkohë këtu kanë drejt. Të heqjen e flamurit kanë drejt. Këtu janë spionat. Pra ata spionat, ata të shërbimeve tuaja dhe ose në shërbimi që jo mik i Shqipërisë, kanë ndeshti vend protestës që kanë heq flamurin izraelit. Ç'lidhje kishte protesta me heqjen e flamurit izraelit? Fare, asgjë. Ç'lidhje ka protesta me presidentin Trump? Asgjë. Gjithçka vjen për shkatrimin e shtetit shqiptar për 35 vjet, shkatrimin e ekonomisë, shkatrimin e uzinave dhe fabrikave, shkatrimin e spitaleve, shkatrimin e sistemit drejtësisë.
Pra po flasim për sistem drejtësie. Ka 10 vjet dhe prapë Bashkimi Evropian doli me rezultat. Ku jemi me korrupsionin? Pra është shufishuar korrupsioni. Janë investuar 400 milionë euro dhe korrupsioni është shufishuar. Çka tregon që këtu çdo sektor i jetës ka problematika dhe zëri këtyre qytetarëve nuk është siç e devijojnë. Dalin te Goxhaj. Goxhaj, për mendimin tim, është një luftëtar i UÇK-s. Sepse luftëtari i UÇK-s nuk bëhesh me disa letra bakalli, me disa deklarata dore të personave të panjohur. Po luftëtar bëhesh vetë ke shku në luftë për me të shiru kombi. Një vend kombi. Pra ti ke shkuar në luftë. Nuk mund dalin 2-3 vetë, jo ishe prapa vi, ishe te kulla vrojtimit, unë isha motrim se ty. Këto janë muhabete që Dritan Goxhaj ka lënë vendin e tij në historinë e Kosovës. Po dhe ujë më të shpërndaj dikush në një front luftë të tillë dhe ujë Gavroshi në revolucionin francez, Gavroshi, po të keni parasysh blidhte pluma që ja çote luftëtarëve. Gavroshi, ke pa film me Gavroshi. Ky ka edhe po ta quajmë Gavroshi i vogël, prap ky ka bërë punë, ka qenë luftë. Tash këta që s'kan qenë fare. Këta që s'din që s'marrin vesh nga as e gjë që s'duan as kombin, as e gjë, këta i thonë këtij që ti nuk je luftëtar, je luftëtar. Pra këtu kemi një shpërqendrim vëmendje i qëllimshëm bëhet dhe i vjen nickname, i thuhet iranian. I thuhet ky është kanti Amerikës, ndërkohë që zoti Goxha është ushtarak. Ka dhënë mendimin e tij, siç kanë dhënë edhe në Amerikë. Në Amerikë ke persona që kanë bërë oponencën e tyre në lidhje me luftën. Pra, sepse po të themi jemi mirë, do të vetëm një krah, duhet kesh një oponencë. Mendimi kundër nuk është se je me palën tjetër, ti po jep një mendim. Pra, dhënia këta persona që cënojnë lirinë e mendimit, këta tregojnë se kanë mendësi bolshevike dhe është e qëllim që Dritan Goxhas ti vesh një pull ose një faturë që nuk e meriton. Pra thu që duke që ai është luftëtar bashkë me babain e tij i ka dhënë kombit, kanë shku atje, jo me fjalë, po me vepra kanë shku. Ku kanë qenë këta bukurosha kur bëi lufta në Kosovë? Absolutisht. Duke filluar nga i pari që ka qenë ministër kulture, që s'ka pas lidhje fare me luftën në Kosovë dhe dalim te iranian. Shi dhe ka Dritan Goxha me Iran. Ky është një patriot. Në momentin e vështirë të kombit ka shku, ka kap pushkën dhe ka shku në front. Ka zbatuar detyrat që janë lënë. Prandaj këtu kemi një hedhje, një bombë tymuse për të shpërqendruar vëmendjen. Por mendoj Goxhaj nuk është se do paraqisi prova se e njeh Kosova. Populli kosovar e njeh kush është Dritan Goxhaj, e njeh kush është babai i tij Dilaveri, kështu që kjo është një shashk, mund ta them që shiko për me shpërqendruar vend, por vëmendja nuk do shpërqendrohet. Pse? A janë spitalet më rregull? Ti sot i ke spitalet jashtë mia Goxha pas ka ashtu. I ke spitalet më rregull, absolutisht. Ke transparencë? Nuk ke. Aq më tepër Bashkimi Evropian ty të bërin rezolut. Korrupsionin e ke keq të shrit. Pra tregon dështimin dhe të reformës në procesin e korrupsionit. Karandxha rezoluta që miratoi Parlamenti Evropian tregonte rënien me 11 vende për një vit të Shqipërisë nga viti 2024-2025, ndjes 2025-2026, nga vendi 80 kemi zbritur në vendin e 91 për sa i përket perceptimit të indeksit të korrupsionit në vendin tonë. Dhe një pikë tjetër që nxit dhe problematik ky rezolut e miratuar nga Parlamenti Evropian është fakti që kërkohet nga Shqipëria jo vetëm hetimi i zyrtarëve të lartë, por edhe ndëshkimi i tyre në rastin kur gjenden fajtor. Pra jemi problem te këto dy pika, e thot Parlamenti Evropian. Me zyrtarët e lartë, do të thonë, me zyrtarët e lartë duhet procedohet. Duhet hapen çështjet. Të mos kemi çështjet vitit 2020 që procedohet 2027. Jo ngarkesë. Duhet të jemi këtu, gjërat janë hapur. Për shembull, po marr ligjin e propozimit tonë që thotë Bashkimi Evropian për zonat e mbrojtjeve që është ndryshuar në 2024, e kemi diskutuar edhe herë tjetër. Ligji është bërë nga Ministria e Mjedisit, nga specialistë. Si ka mundësi ndryshimi i ligjit bëhet nga një grup deputetësh që s'kan njohuri në fushën e mjedisit. Ktu pra, çfarë ndodh në këtë rast Karandxha? I thot kryetaria, dikush tjetër i thot na sillni pak juve se na duhet të ndryshojmë të ligjin. Çfarë bëjnë atje tani? Ilir Meta dhe Sali Berisha janë propozuar Sali Berisha për aktet nënligjore dhe ligjet për në favor të kjo është akuza zyrtare, është parimi prezumimit të pavarësisë dhe Ilir Meta ka bërë dhe ligj që ka ndiku. Atëherë, po këtu pse setohet? Se kjo është aktuale. Pra, ky është standard dyfish që mbahet që një rast bëhet, duhet hetohet. Kush e ka sjellë këtë ligj? Kush e ka sjellë këtë ligj? Si e bën ti? Unë më thon drejtën ando e njoh teknikën legjislative, por jam i specializuar në ndjekjen penale, pra mbledhjen e provave, qyrjet e tjera. Megjithatë, nuk
ti jem aty deputet, pavarësisht se ja jurist nuk i formuloi aq bukur siç i kishin formuluar ata. Pra kush ja ka dhënë këtë ligj në dorë aty që e propozon i ditë bukur vere. I ditë bukur vere e propozon. Hajde që zonat e mbrojtja të vëmë një çadër aty, se kjo është vëmë çadër që ti shfryzoj. Pra këtu duhet shihet. Na del Bashkimi Evropian thotë ligjit për zonat e mbrojtja duhet ikë. Duhet të pezullohet, pra duhet të pezullohet dhe të verifikohet. Po këtu ke vjedhje masive, vjedhje pronash. Po këtu çdo gjë vjedhet. Të shihë pas ka fajin Tan Goxhaj që madja deklarat. Jo, Tan Goxhaj është njëri i ndershëm e tregon me jetën e tij mund ta verifikosh. Pra një njeri i thjesht që lexon një deklarat, madje ai person sepse në protest ka pasur kanë ardhur dhe njerëz nga diaspora, dhe nga Kosova, dhe nga trojet jashtë. Pra ai është zgjedhje dur për mendimin tim, për shkak sepse përfaqëson dhe ka njohje jashtë territorit të trojeve, jashtë kufive zyrtar. Pra ky është tamam e përfaqëson kombi, është gjetur një figurë dur. Pavarësisht Baltës ai e ka ditë, ai është plagos në luftë, nuk e ka problem këto Balta gjona, kështu që nuk e ka ne problem se është lepur, në kuptimin që u trem nga këto. Por nuk është emrimi një lideri, nuk është, ai thjesht është një për mua është një figurë, është një figurë që i ka dhënë kombit, është një njerëz që me zor sot mbijeton. Ka diçka tjetër. Faleminderit Karanxha. Ai sot mbijeton për të ashtu. Dhe nuk korruptohet. Dhe bravo i qoftë. E qartë, faleminderit Karanxha. Duhet të unë them që protesta nuk është Goxhaj. Pra, po pse po e bëjnë Goxhaj pra? Pse domethënë e Ramës dhe fugës të rikthyer me shpejtësi, me emergjencë nga Indonezia, Tajlanda ku ka qenë, ka një javë që është rikthyer për të marrë në dorë PR-in, sepse Rama është rënduar shumë. Po flisni për ish drejtorin e komunikimit Ëndri Fugu, no? Sigurisht, ka dhe një ndërhyrje në media në Tiranë për të qëndruar larg protestës në këtë. Ata kanë pas vetë ndërmend, por ata kanë shtuar porosinë tashmë dhe është për të shfokusuar le të themi protestë për të marrë me zotin Goxhaj se lexohet të propozime. Në shesh kanë dalë 100.000 njerëz. Ka shumë grupe, se si thash më herët, aty ka shumë njerëz që kanë bindje të ndryshme politike, por ka një qëllim të përbashkët aty për ndryshuar vetveten, vendin dhe çfarë ndodh? Përpjekjet e Ramës janë të vazhdueshme, nervoze, brenda dhe jashtë vendit. U sajoj historia e flamurit izraelit. Ne të kemi parasysh, ambasada e Izraelit është objekt i rëndësisë veçantë. Ruhet nga policia e shtetit, shërbimi mirëfati, antiterrori i por edhe komando izraelite. Tani unë nuk e di se cili guximtar në këtë rast e vajza e maskuar pas ka kaluar gjithë to breza sigurie. Edhe aq më tepër kur madje në fakt kishte dhe përgatitje fizike. Se sypin gjithë gocat, ti vesh gocat me atë gjatësi, edhe maskuar s'kishte se ishte tregonte për aftësi fizike. E kishte bë provë dhe më parë atë punë. Pra ishte piketuar për atë punë. Dëgjoj fjalimet e Ramës ku përmend jo anti-Trump. Ivanka Trump dhe kushën nuk janë investitor në këtë projekt. Nuk janë investitor. Agjencia, le të themi, që mbulon marketingun e zotit Kushner ka mohuar që ata janë investitor në Zvërnec. Në Sazan. Në Sazan. Në Zvërnec. Unë kam të paktën nga çfarë dihet të paktën është për Sazanin, kjo agjenci ka deklaruar dhe unë kam edhe me fotot nxjerr nga Reuters. Ndoshta duhet ta sqarojmë. Po, ta saksojmë, okay. Në një shkrim të saj në Al Jazeera thotë që investimi në ishullin e Sazanit vlerësohet në 1.6 miliard dollar, ndërsa Rama sfundi referua një projekti për 4 miliard euro, 4.7 miliard, për cilin tha se përfshin dhe zonën e Vlorës. Affinity Partners ja referoi pyetjet e Al Jazeerës një kompanie pra një agjencie të marrëdhënieve me publikun, pra agjenci PR-i që punon për projektin e zhvillimit. Agjencia tha se zhvillimi po drejtohet nga Sazan Real Estate Development dhe jo nga Affinity Partners, dhe se çdo investitor i përfshirë në projekt po investon në kapacitetin e tyre personal. Ne jemi njohur edhe me atë master planin edhe me pjesë atyre projekteve që sot refuzohen, aty është shënuar Sazan emri në projekt, jo Zvërnec. Vështirësohet gjithkund shënohet Sazan. Edhe kjo që prezantohet për Zvërnec në letra e ka Sazan. Ka një truk këtu, vin tek një moment tjetër. Basi ta bëj një pyetje këtu. Unë sot e kësaj dite në qëndra unë naiv, po e pranoj publikisht, nuk e kam kuptuar. Janë dy projekte apo është një projekt i vetëm Sazani dhe Zvërneci? Domethënë, ka burrë dhe i shpjegoj këtë histori. Dgjoj, se unë duket sikur është pak e vështirë. Se Rama merret me birë kurvesh, aty ka merakun. Por ne duhet shkojmë pak më larg. Thashtë përpjekje ndërkombëtare. Ai përpiqet ta shesi anti-Trump, anti-Izrael me nuanca iraniane, pse do të futet në agjendën amerikane me këto terma global.
ka hallen individual të përfshihet atje, ndërkohë që në atë shesh asnjëri prej atyre që shkojnë për të protestuar dhe bëjnë shumë mirë dhe do të shkojnë shpesh, do të shkojnë për ditë masivisht nga gjithë Shqipëria, nuk e ka këtë agjendë siç e ka Rama. Jo më larg se 2 ditë të fundit është projektuar e libri Albanian Files dhe vim tek pyetja ju për projekt. Po? Janë 523 projekte të bërë nga kjo qeveri, ha? 523 miliona metër katror. Flasim për projekte të natyrës rezorte, pse natyra, okay? Për gjithë Shqipërinë, 523 miliona metër katror. Dhe një detaj interesant ku përhulumtoja rreth këtij publikimi intensiv 2 ditëve të fundit, që të bënda që 59% e atyre investimeve që priteshin të bëhen pra në këto projekte, kishte dhëna për zhvilluesit e mundshëm, ndërsa 41% janë anonim. Dhe çfarë më bën të mendoj nuk dim kompani që do zhvilloj? Jo, nuk. Sa 41%? 41% anonim, 59% ka të dhëna. Pra gati gjysmë për sekretu. Dhe çfarë them? Por këto në shoqë një dosje për Spaku, emergjente. 523 projekte me miliona metër katror, iku Shqipëria, u bë koloni. Nëse dim kush e merr, nuk e takojnë ata. Dhe përveç kësaj, kush është elementi që i rëndon gjërat shumë në Shqipëri? Duke u nisur dhe nga gjithë zhvillimet, megjithëse e kemi humbur vendin e parë shqyrë trafikut për shkak protestës, edhe një e mirë tjetër që ka sjellë protesta, por kjo nuk do të thotë që kemi dalë nga loja. Se këtu kanë kërcit të dosjet e fundit, lumiku. Dhe çfarë na kanë treguar? Ne kemi thënë shpesh, por që ne kemi politikanin, biznesmenin, pushtetarin dhe trafikantin e kemi në një biznes, janë aksioner. Ndaj dhe rezistenca është aq e madhe, aq e fuqishme dhe e frikshme sepse në parat e krimit janë, le të themi të fortët, gangsterët, vrasësit, trafikantët, deputetët, ministrat, kryeministri, politikanët, partiakët, duke qenë gjithë në një investim të përbashkët, ata do bëjnë investimin e tyre. Ndërsa ne, protestuesit edhe në studio, edhe në shesh, ne nuk jemi aksionerë në pronën tonë publike të grabitur për këtyre. A jemi aksionerë të kësaj demokracie në këto kushte, sepse dua të rrim dhe pak të protesta përpara se të shkojmë tek analizimi i goditjeve të fundit. Sot, qytetari shqiptar është aksioner i qeverisjes, është aksioner i demokracisë? Kjo rezistencë dhe kjo protestë e qytetarëve shqiptar, unë them që është për të mbrojtur ose për të mos zyrtarizuar diktaturën. Për të mos zyrtarizuar diktaturën. Nëse shqiptarët kthehen në shtëpi, braktisin reagimin, atëherë ky individ që fatkeqësisht por shqiptarët është në atë zyrë të zaktuar, zyrtarizon diktaturën dhe ja dha emrin rubrikës si ti doj kokra e qefit. Ne nëse kjo protest shuhet zyrtarizon një lloj diktaturë. Dhe aksionerët e demokracisë janë protestuesit shqiptarë. Anë e mban vendin dhe në gjithë klubin, në gjithë planetin. Pra kanë demonstruar, as në luftën e Kosovës nuk ka pas një angazhim kësaj natyre, një sensibilizim të tillë. Në çdo vend të planetit, në Amerikë, në Kanada, në Evropë, në Zeland, ku të duash, ke shqiptar dhe në Evropë dhe në Amerikë, jo në një qytet, në disa të tilla. Kudo ka komunitet shqiptar, i kanë protestë. Kanë ardhur këtu, do vinë prapë. Çka do thonë? Janë duke përplasur, ka dhe një detaj tjetër që e kam parë rreth këtyre zhvillimeve. Ne kishim zgjedhur në 11 maj të 2025-s. Tani u vëre që gjithë shqiptarët, edhe ata diaspora, edhe ne që gjendemi këtu, pas kemi votuar për një shumicë dormuese, ndërkohë që pas një viti jemi kjo shumicë dormuese është kundër. Ato diaspora që erdhën të gjithë këtu dhe do vinë prapë. Si ka mundësi që vjet pas kanë dashur dhe si vjet jo? Është edhe ajo kafshata e grabitjes aty brenda, manipulimit. Dhe çfarë shoh? Shoh që janë 2-3 deputet apo tektuk në një bashkiak që janë me vepra penale që qohen për të mbrojtur Ramën sot. Ke 3 ministra të jashtëm, Spiro Palin, Ditmir Bushatin, Arta Daden, që janë shprehur, le të themi, për protestës dhe kundër kryeministrit. Dhe pikant ngjau edhe nga informacion që kam ai zonës date tek theksonte që duhet Rama ti përvisë gjermanisht, s'po se kuptova këtë. Do t'i duhet më tepër se sa shqipja aktualisht. Janë gjermanët përveç dosjeve që ne i dim, Akshi, Porto Romano dhe një histori me se te Akshi është edhe zona Rama, kanë dosje tjera të cilat ata do t'i sjellin, i kanë nëpërduar, do t'i çojnë të Spaku. Dhe kjo është përballje dhe janë në oborrin e qeverisë këto dosje, janë
sigurisht vepra të rënda penale dhe emrat të rëndësishëm publik të pushtetit që janë të përfshirë këtu. Ndaj, ky mesazh i kthesës për të gjermanishtë është një sinjal informativ që tregon se me çfarë do të përballet shumë shpejt ky kryeminist përveç atyre që aktualisht ka. E qartë. Faleminderit Çollaku. Ju Karanja keni qenë nga ta themi prokurorët e tuesit shumë të mirë, se keni, domethënë, i thatë jeni specializuar tek grumbullimi i provave, tek analizimi e tjera. Me ndjekjen penale, me ndjekje penale, dhe ju keni analizuar protestën, këto qarqit agjenturave, ndikimet, hipja tek flamuri, se po i prekëm pak, po si i ke lexuar këto? Unë pash me vëmendje ngritjen atë ejtën e flamurit, sepse ty është në një tub. Flamuri vetë në tub. Ne e dim. Flamuri vetë në tub. Gjithmonë, edhe në sheshin Skënderbej, po të kesh parasysh në krah të djathtë, në krah të djathtë të Pallatit të Kulturës është tub. Si të hypi një rob? Ti dhe unë merrem me sport, ti bëjmë pak sport, nuk hypim taj tubi. Si pas ka shku një femër pas ka hyj, pra tregon që personi që ka shku është i trajnuar. Dhe mendoj që është nga shërbimet e huaja i futur ose nga dashakes ose nga persona që është i lejuar, jo i trajnuar. Është e pamundur të kalosh kordon në sigurisë. Jo, ty për thjesht ty për duhet të kesh ambasada e Izraelit. Po, bra. Është fiseria e NATO-s për nga siguria. Mund duhet diçka, një diversion i brendshëm. Domethënë është bërë një diçka domethënë nuk po them nga ambasada e Izraelit, jo. Po them që janë shërbimet të cilët duhet të bëjnë sikur ne jemi antisemit, ndërkohë që nuk është e vërtetë. Ne nuk kemi qenë antisemit në 43-shin që po i kërkonin izraelitët për me i vra, jo sot. Pra s'bëhet fjalë. Dikush është kujdesur duhet të tohet sepse grupe shërbimet e huaja kanë lidhje me personin që ka heq flamurin. Ka njohuri të posaçme, njeh mirë vendin ku është sportist dhe hypën tub. Dhe hypjen tub të garantoj të bëjmë një eksperiment. Hetimor nuk hypën dot në tub aq lart, që ty për shtyp ta teqesh atë dhe të kesh aq kohë dhe të ikësh. Prandaj këtu janë kadret, po këtu janë shërbimet e huaja që duan të vënë në kuadrin ndërkombëtar sikur shqiptarët. Kjo protestë lidhet me Izraelin, nuk ka lidhje fare. Po mundohet lidhet me grekët, nuk ka lidhje fare grekët me serbët, nuk ka lidhje. Këtu ka lidhje. Ore, a kanë vdek njerëzit në spital se nuk ka ilaçe për kancerin. Këtu për atë Çap një informacion. A ka shku rruga në çmimet e katër Karanja ju theksionte që prapë është ndërhyrë nga Irani, por përpiqet intensivisht të shmang thelbin e vërtet protestës. Pra s'ka lidhje Irani fare pa. Irani kanë punë të veta, ne kemi punët tona këtu. Kemi punët tona. Nuk shkon puna mirë. Shqipëria po zbrazet. Të tre ne këtu sigurisht operojmë me burimet tona. Secili në punën e tij dhe na duhen sigurisht informacione në për institucione shtetërore të tjera me radhë dhe unë duke qenë se kam uluar sektorin e policisë dhe kam ato lidhet e mia dhe torturoi dikush nga antiterrorin policinë e shtetit për gjetur një gjë aty Karanja për ditë me radhë dhe nuk kanë gjetur asnjë gjë. Po s'kan gjë. Sepse duket që është protestë qytetare. Janë torturuar. Kush është mbrapa, kush fshihet, kush nga antiterrori. Drejtoria antiterrorin policinë e shtetit. Sepse policia që janë protestë edhe parë. Edhe nuk po i gjejnë dot gjë Karanja aty. Po s'gjen protestë ose mund të kesh ndonjë fjalë fyse për shkakun ose domethënë që është fyse dhe kërcënuese, domethënë që sa njeriu protestë edhe do shaj, mund shaj nga ropë ose kishin bërë diçka për kumbarën. Ke pasur pinë dhe shaj. Po ndasëm, aty edhe një protestë, një tabel për kumbarën, ajo pika e vogël është bërë e madhe, domethënë. Shiko pikën e kumbarës. Domethënë ishte një, po pikën e kishte bërë diçka tjetër, kishte shtodhe një publiku e kupton se çka kishte shkruar, por kjo është diçka që shfryj njeriu. S'mundet për një fyrje tash ose midis fyrje themi, ky deshte absolutisht. Ajo është pajësore dhe çfarë më çudit. Më çuditi diçka tjetër, ku marrë protestat. Mblidhen te plerat plastikat. Është vërtet. Nuk ka nevojë që të tankohen këto të bashkisë ose ato që shiko, ulem ne mblodhem plerat. Jo, plerat janë të pastruara. S'ka as i ple, as i jo. Njerëzit janë trinj, po të veshë janë trinj dhe kjo na vën në çudi se këta njerëz sa më shumë ti nxisësh që të shpifësh se këto janë shpifje. Pra sa më shumë të shpifësh, nuk janë terroristë. Një popull aq i përgjegjshëm sa arrin të kuptojë që edhe Tirana në mungesë të një administrimi cilësor arrin të pastrojë edhe qytetin. Se di kur më mend i nxirte ka filluar edhe mendoj që edhe brenda protestës ai sabotimi që jo ky kush është ai, jo pse 5 pika apo 7, jo 7 po 9, po tash është gjë e parë politike, domethënë
protesta doli me një kërkesë politike, domethënë që të patë kjo është diçka e mirë, drejtani është një që tha mund të jetë tjetër 20 shtypi nesër, pas nesër tha që grupin koordinator po e përcjell. Dhe një ish luftëtar i UÇK-s që e ka treguar me vepra, jo me fjalë. Në ndryshim atyne, siç është ka qenë një shprehje byth palafiku, po ta kesh parasysh që kur ka qenë puna tash, këto po na dalin atletar, këto po na mbrojnë nga Irani, po na mbrojnë nga grekët, po na mbrojnë investime strategjike, ose të huaja. Ndërkohë që këtu është bërë nami, as gjithë investimet e huaja është vjedh vendi. Marrim Bangersin që del me humbje, s'kemi gjë me Bangersin, absolutisht jo. Por raportet dalin me humbje. Pra kjo del me humbje. Del me humbje. Nga llogaria atje ku ka. Është me humbje. Ku është minjera e Selenicës që pse nuk shtrohen asfaltit e Shqipërisë me bitumin e Selenicës? Ku janë veprat e tjera? Ku është Bulqiza dhe ku janë gjithë ato veprat që ka pas vendi? Pse u shkatru vendi? Po këtu pra, neve jetojmë mbi pasuri dhe kemi njerëz të varfër. Kishte asfalt, ne me aq luajm bukën me gjalp. Apo një asfalt që ishte bon dibër, ke parasysh një rrugë? Klos është në Klos ajo. Që kishte bon dibër. Klos është në Borrell shembja. Ajo shembja është gjë tjetër, po në zonën e Bulqizës kishin asfaltuar rrugën dhe kishin lënë vetëm 2 rripa asfalt. Ku kalon gomë makinë. Dhe shoferi duhet, domethënë, unë i thash mos është për autoshkollë, që të mësoj ata të autoshkollës se si e marrin timonin, se kur je në autoshkollë, jo thash rrugë fshati. Pra kishin po vetëm 2 rripa në fshat. Po, ku kalojnë gomat e makinës. Vetëm 2 rripa dhe domethënë kjo është, pse më kështu do ta. E vërteta ka treguar për 36 vjet, investimet e huaja kanë dalë gjitha me humbje. Pra ka dalë me humbje dhe ne nuk mund t'i besojmë. Dalë me humbje ne, jo ata. Ne me humbje, ata kanë dalë të fituar dhe prandaj protestuesit nuk i besojnë. Si humbje janë pikërisht sepse tu flitet për një projekt, po s'ke projekt. Flitet për 4 miliardë nuk e, po ti s'ke projekt, ti s'ke plane, ti është dhënë leja në pish poro dhe nuk ke leje, si është dhënë leja pa projekt. Pra këtu është çdo gjë, kanë hyrë betonierët aty. Prandaj këtu çdo gjë, edhe me drejt protestuesit, dhe këtu nuk ka transparencë, këtu neve nuk dim ç'a bëhet dhe më fal, e ka fajin Drejtan Goxha që ka qenë me UÇK-n, ai është fajtor i gjetër. Ose dali mbires kur të vjen me faj gjeni në fajtor tjetër. Pse kështu është, të lejmë gjejmë fajtorne. Por kjo është shif. Nuk duhet ta zbresim tek individet, sepse kjo është protestë kombëtare dhe mbarkombëtare. Është për te kufirit e Shqipërisë. Ka marrë vëmendje globale. Sot CNN në lajmet që përcjell rreth Shqipërisë për protestën, pra e ka përqendruar tek mesazhet e protestës, duke thënë që Rama ka dështuar si kryeminist. Ka thënë CNN? Po, tek CNN, lajmi CNN. Ndërkohë që Rama tek France 24, janë të lëmoshat e Macronit mbase, duke dalë thënë që pra është Irani, na ka natë Irani, ne jemi luftë me Iranin. Pra po harxhon energji, para, robim, gjithçka, për t'i veshur protestuesit me një qëllim tërësisht inexistent. Nuk ka lidhje fare, përveç të gjithë shqiptarët e kanë me Edi Ramën. Dhe në Financial Times, në shkrimin e para 2 ditëve, kur thoshte fuck you, shqiptarëve. Ajo është çmendur zyrtarisht. Po çmendur duhet mjekuar, duhet lidhur ai individ. Duhet të është me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Kryeministri i vendit të kryeministri i vendit i lejohet çfarë bëro shtëpi. Jo, dakord, jo, po flas që deri në këtë moment është përfaqësuesi. Ajo është e tillë, por autoritetet që kanë tagër drejtsin, por dhe kujdesin shëndetësor ndaj zyrtarëve të lartë, do ta kenë vëmendje që ta thrasin. E dëgjova kur po fliste. Mirë, se kjo për shkak të bot procedurë, për shkak të Trumpit dhe Bidenit, sigurisht kanë një vlerësim, janë dakord për ka mjek që viziton shëndetin e njerëzve që kanë fat atë. Dakord, po, janë procedura. Edhe dëgjova kur po thoshte, më thonë mua drogagji, është një përpjekje edhe fyse ndaj leksikut verior, por unë nuk e dëgjova të thoshte. Mos zotëri unë jam gati bëj testin për përdorimin e drogës. Dhe të shohim nëse dal apo jo përdorues. E pi apo jo kokainën. Unë them e pi, zotëri kryeministër. Edhe 10.000 shqiptarë tjerë aty do thotë po mo ti e pi kokainën. Je i gatshëm të bësh një test zyrtarisht aty dhe të shohim xhevapin nëse je apo jo konsumator, se një përgjigje pozitive do thotë që vendimarrjet për fatet e vendit, pronat, ligjet, drejtësi të sotme dhe të nesërmen
e pas ke marrë në efektin e narkotikëve. Kjo është një vepër e rëndë penale. Kjo nuk është më çështje individuale, është çështje shqiptarëve. Ndaj them, kjo protestë ka vënë pas murit Edi Ramën dhe në gjithë përpjekjen ka fluturuar jashtë dhe nuk kthehet më këtu duke sharë shqiptarë. Partia drejtoi një tjetër protestuesi, Elis Sila, mos zgaboj. Ai kishte kthyer një përgjigje shumë elegante, që unë nuk e marr miku jot, po jam miku. Pra ka zbritur, shohin tërheqje sot në takimin që kishte pasur me Pashkjakët. Thoshte që kjo është një luftë digjitale të cilën ne e kemi humbur. Ka shenja tërheqje, ka shenja të kurrje, ka shenja paniku. Dhe këto po i artikulon vetë zoti Rama. Pra protesta, edhe sot po të mbyllet, që unë them duhet vazhdoj derisa Rama të bëhet ish kryeministër, mos të mbyllet fare, ka arritur synime të cilat ne dje nuk i kishim besuar dhe as nuk i kishim menduar. E qartë. E vërtetë është. E vërtetë është dhe unë sigurisht do doja të drejtohesha tek audienca për të vendosur në kontekst të gjithë ato çfarë ne diskutuam përballë një proteste e cila sigurisht e vendos qeverinë në pozita reflektimi. Do duhet ta kuptojmë që historia botërore ka treguar që gjithnjë do ketë një përballje, një luftë midis qeverisë edhe atyre të cilët kundërshtojnë këtë qeveri, që në rastin konkret është pra janë grupi i madh i protestuesve. Sigurisht do gjenden armiq të brendshëm, armiq të jashtëm, do merren me individin. Pra, është gjithë një strategji komunikimi e cila ndërtohet brenda zyrave qeverisë për të zbehur sadopak ndikimin që mund të ketë protesta. Dhe këtë do ta kuptojmë, ka treguar historia politike për vite, dekada me radhë. Prandaj gjithsecili do duhet ta kuptojë atë se çfarë po ndodh dhe të jetë i vëmendshëm në momentin kur lexon deklarata nga ana e qeverisë. Pak sekonda. Ka dhe diçka antikombëtare në aktivitetin e Ramës në raport me protestë. Antikombëtare? Antikombëtare. Tele për gjithë mediat e botës, aty ku paguhen dhe ku ka lobinjet e veta, duke sharë shqiptarët, duke poshtruar shqiptarët, qytetarët shqiptarë. Njeriu që duhet përfaqësojë shqiptarët është njeriu më anti-shqiptar, siç thoshte edhe gazetari gjerman vitin e shkuar që Serbia ka kryeministrin më të mirë Edi Ramën. Sotri, nuk mund dalesh të fyesh dhe poshtrosh shqiptarët në mediat europiane, botërore, amerikane, britanike, franceze, italiane. Dhe kjo, unë shoh Karanja është prokuror i mirë nëse ka në indicje të mjaftueshme që të nisë të ndjekje penale në këtë drejtim. Mirë, këto ngelet organeve ligjzbatuese në rast se konstatojmë që mund të ketë mund na japi edhe një sugjerim nëse ka hapësirë ligjore për ta konsultuar. Tash duhet bëj dikush një kallëzim. Domethënë sepse dhe kryesisht kanë, ju dini shumë mirë. Janë shumë çështje kryesisht që nuk fillohen, pra se thot ai prokurori Gaça, unë nuk i kam pa lajmet. Kështu që duhet t'ja çoj dikush me shkrim se si kam pa lajmet, thosë si detyruar me pa lajmet. Kom qenë në zonë. Kam qenë takimi ose kam qenë gjumë në orën që është dhënë programi. Dhe në momentin që i çohet ai lajm do duhet që të bëhet kallëzimi. Mirë, u duhet të ndalemi tek një çështje shumë e rëndësishme, e cila lidhet sigurisht me hetimet që ka kryer SPAK në raport me trafikun ndërkombëtar të drogës të dy nga grupet më të mëdha të cilat kemi parë në historinë e Sky CC dhe pastrimin e parave në vendin tonë. Sigla tudem. SPAK-u në këto goditje ka sekuestruar miliona euro. Janë para të cilat lidhen, sipas hetimeve zyrtare, me gjenerimin e tyre nga aktiviteti kriminal. Pra, janë para të prodhuara nga krimi të cilat kanë hyrë në Shqipëri me metoda të ndryshme, është gjetur hapësira, janë ndërtuar resorte, janë ndërtuar hotele, janë ndërtuar kulla e të tjera me radhë. Ne do përpiqemi sot të analizojmë pak më gjërë, çfarë bëri SPAK me këto dosje, sa kohë mbajti aty në përduar, kush janë këto grupe. Pasi domethënë vendosëm dhe unë dhe në një pozicië nga t'ja filloj kësaj historie. Se ne përmendim SPAK-un, gjykatën, pra institucionet tona që tani kanë vendosur, le të themi, të merren me këto çështje të rënda, të nisura si procedime penale në vitin 2021 fal materialeve të prodhuara nga Sky CC, ato përgjime të kriptura. Por, kush janë? Sa vende janë marrë me këtë çështje? Spanja, Belgjika, Franca, Gjermania, Italia, Shqipëria. Pra ne kemi 6 shtete që janë marrë me këtë histori trafiku dhe me këtë dosje, materialet të cilave tashmë janë përcjell edhe Shqipëri, sepse një numër i konsiderueshëm dhe i madh të pandehurish janë në Shqipëri. Po çfarë ndodh? Nëse
Marrim Arubën, siç njihet, le të themi, unë edhe kur kam shkuar samiti i Arubës, samiti i kokainës, ashtu ishte edhe ndosi, samiti i Arubës. Çollaku kam përshtypjen nuk keni qenë të parët apo i pari që keni përmendur? Pa e vurë renditje, aty nga fillimi kam qenë edhe unë. Keni pas informacion për takimin e Arubës? Po, dhe siç kam thënë në fillim, kanë dalë tani, sepse njerëzit me cilin kam folur janë vërtet të përfshirur në informacion zyrtar dhe serioz. Okej. Por për të kësaj, në Belgjik, një pjesë e kësaj çështje është gjykuar. Janë dënuar persona. Për shembull, Alfred Hamzaj është dënuar 8 vjet në Belgjik, që konsiderohet i bashkëpandehur me Artur Shehun tek Black Eagle, shqiponja e zezë, kështu është atje. I quhet operacioni. Operacioni. Edhe këta njerëz nuk ka pasur një takim, nuk ka qenë vetëm Aruba. Ka pasur disa takime, ka pasur takime në Spanjë, në Majorka, në Monaco, në Aruba, në Gjermani. Pra, është vërtet këta kalojnë edhe NATO për organizime. Do samitet në 2 vjet janë takuar në disa vende, dhe pasi është vendos harta e Shqipërisë, unë besoj se këta duhet të jenë njëkohësisht me Ramën bashkëautorë të aty Albanian File për 523 projektet. Aty kanë qenë njerëz edhe përfaqësues të qeverisë. Po, sepse edhe vetë në vendimet e gjykatës, tashmë që i kanë kolegët, i kemi parë, thuhet që funksionarët të lartë shtetëror dhe autoritete politike. Këto dy shprehje gjenden në vendime. Dhe funksionari i lartë shtetëror është njëri në detyrë. Është pjesëmarrës në takim, nuk besoj se është për arsye mjekësore, as turistike. Sepse aty kanë qenë mbi 10 vjet, pa në rastet ku kanë qenë takimi zgjeruar, në rastet tjera edhe më pak. Në 4 veta kemi parë tek ajo fotoja që ka dalë nga regjia mund ta nxjerrësh, po e pa dhe fotot pas kafes. Atë janë fotot pas kafes. Pas kafes. Pra mi dhe njerëz me peshë të rëndë në botën e trafikut të drogës, të kokainës, nga Amerika Latine, në shpërndarjen e Evropë dhe në Shqipëri për pastrimin e miliardeve. Ato regjistrimet që kanë dalë aty që kemi parë ato fotot këto. Tani këto janë foto, janë fotografi, janë video, janë nga kamerat e sigurisë lokalit, janë me agent të stacionuar aty. Në shumë fotot janë apo janë screenshot nga videot. Interesant. Në dijenin time ajo është filmuar, janë nxjerrë nga kaseta fotot. Ah, okay, është filmuar. Filmuar. Dhe filmimi ka jo vetëm foto, por ka edhe tekste në komunikime se çfarë kanë bërë, çfarë kanë projektuar, planifikuar pjesëmarrësit në takim lidhur me investimet, dhe në letërporositë të dërguara nga struktura e posaçme drejt të Francës, Belgjikës dhe Spanjës. Po, sepse ilustracioni është spanjisht aty. Ne pa një nga vendimet në faqe 13, 14, 15 që janë letërporositë ku është dendësia e informacionit se çfarë ndodh, kur për 2 nga të pandehurit Hamzaj, Shehu, dhe vëllezrit Rama, dhe kur thekson që këta janë të akuzuar për trafik droge në Belgjik. Do sartu Shehu është akuzuar vetëm për pastrim produkte dhe veprës penale. Në këtë dosje. Në këtë dosje. Dhe vepra penale që mund të pastruar nuk është se ka qartësuar deri tani në momentet aktuale Spaku, por aty kanë tekstet spanjisht, nuk janë. Po thotë ilustracion reunion en Amberes. Më thënë ribashkimi që kanë bërë në datën kaq e aq. Pra është spanjisht kjo. Spanjisht për të treguar se edhe fotografët, le të themi, kanë qenë spanjoll, nuk mendoj se kanë qenë nga Chinatown. Atëherë, i kthehemi kësaj. Aty theksohet që nga aktiviteti i këtyre takimeve, le të themi, planifikimi i projektit në botën e trafikut, janë trafikuar tonelata drogë. Kjo është shprehje në vendimin e gjykatës. Tonelata drogë nga Amerika Latine drejt Bashkimit Evropian, dhe ky trafik edhe për dosjen e dytë, më falë që ndërpres, Eldi Dizdari shkruante kam përshtypjen Salvador Aliut që mos mësill 3 mësill deri në 10 tonë sepse i përballon 10 tonë në javë. Na e lodhe punëtorët thoshte ti. Pastaj janë grupi i Koçekut dhe të tjerë grosistët e tjerë të kokainës, por çfarë ndodh këtu? Një tonelata kokainë. Dhe aprodhojnë në prokurorit më mirë se unë sa është tregu financiar i këtij prodhimi të tonelatave. Dhe duhen këta projekte për të pasuar paranë më së tri. Dhe ajo çfarë janë me fraksion 278, 278 fraksion 1, unë mendoj që ka dhe 278 fraksion 2 apo më tepër, për shkakun se ndërprerja e, le të themi, ndoshta dhe plotësimit materialeve me partnerët dhe ana strukturave posaçme, kur thekson që ka autoritete shtetërore, autoritete politike dhe funksionarë lartë shtetëror, prokuroria i di emrat se kush janë, njerëzit pjesëmarrës në takim,
premtim dhënësit dhe premtim marrësit, sepse kjo është një summit me premtime serioze, një pjesë e konsiderueshme të cilëve janë realizuar, janë mbajtur premtimet. Tani, nëse këta njerëz në tavolinë kanë mbajtur shënime se çfarë do të bëjmë me paratë që fitojnë nga trafiku i drogës për të investuar në Shqipëri, pjesëmarrësit në takim nuk kanë pasur tagër të firmosin lejet. Kanë pasur të drejtë, nuk e di a janë autorizuar, por këtë SPAK-u duhet pyes kryeministrin e vendit. Ai qartë. Duhet të pyes kryeministrin e vendit dhe unë nuk e di pse ata nuk janë afruar, le të themi, edhe në këtë projekcion, se për të shkuar tani për resorte, për hotele, për kulla shumë kaqe, gjithë e dim që firma është kryeministri. Po është KGT. Ka një dosje për të, nga vjen si që është tek. A ka DNI këtë zotëri? Paktën në statusin e të pasurit DNI. Pastaj, te përgjimet më vonë do dalim se DNI-ja nuk është thjesht rastësore. I qartë, do rikthehem sërish për diskutuar Çollaku. Karanja, regjistrimi penal në SPAK për çështjen e Arubës, po i referohemi këtu grupit të Koçekut, Artur Sheut, Ilir Shtufit e të tjerë. Me radhë është regjistruar në vitin 2021. Goditja vjen vetëm pas 6 vitesh. 6 vite për tetuar këtë dosjen. Përse kaq kohë, përse në këtë moment, si e bën analizën? Tani, kjo është një çështje e vjetër. 5-6 vjet në dosja në dorë është shumë. Se vjen nga viti 2019. Vjen takimi është i 2019-s, edhe 2020-s, por duket i dosje, siç themi ne, dosje vjetër, themi, në kuptimin procedurial. Por nga që kanë ngarkesë pune, se kështu është në gjithë prokuroritë shqiptare, edhe SPAK-u ka atë ngarkesën e vet, dhe kjo është shkaku i vonesës, kuptimin që mbledhet prova, edhe Sky ECC-ja që është në vështirësi, kuptimin ka shumë kode, janë shumë biseda, duhet të shohësh kodet, është një dosje që kërkon shumë punë. Pra kërkon punë, janë disa takime, kemi takime në Aruba, në Monaco, në Majorca, Spanja etj. Por unë shoh anën procedurale. Duhet të kemi, do të thonë, flitet që shërbimi spanjoll, ose se janë në spanjisht, ose organat e ndjekjes penale spanjolle kanë përgjuar në Aruba. Aruba është territor holandez. Antilët holandeze. Është i pavarur. 30 kilometra afër Venezuelës. Jo, është domethënë nuk është territor holandez, po ka domethënë është domethënë kanë ndruar, le të themi, autoritete, kanë qenë edhe spanjollët edhe holandezët, domethënë është ka një farë pavarësie. Pra nuk është si shpëqen Amsterdami që është shteti. Domethënë është një vend që varet nga kanë pasaportë holandeze, por kanë rregullat e veta. Pra duhet parë që organet spanjolle kanë të drejtë të bëjnë veprimet procedurale në zonën e Arubës, që është territori një vendi tjetër, është parimi i territorit. Si të shkojmë ne tash të përgjojmë Greqi që s'kemi. Karanja, përderisa aty i njëjti grup që takohet në Aruba, takohet edhe në Majorca, dhe synimi është trafiku i drogës, u besoj se çështja që në vazhdim. Jo, jam dakord, në vepra penale jashtë territorit, por duhet ta bëjnë në përgjimet autoritetet e Holandës që kanë vende vet, ose si është rregull. Prandaj duhet parë. Pra janë të shërbimit sekret apo janë të është diçka që do ta sqarojë hetimi, prandaj është një hetim që do shihet kjo provë që ka vlerë apo jo, sepse ti dhënat operative ose dhënat e shërbimeve ka shumë. Edhe sot shërbimi informativ shtetëror ka dhëna për gjitha ngjarjet. Nuk janë në gjykatë në Belgjik ku zhvillohet procesi në apel aktualisht, një pjesë në shkat parë, unë kam ndjekur në vëmendje, nuk janë kontestuar informacion që vinë nga grup, sepse ke në Gjermani, ke në Itali, dhe Italia ka qenë diçka më indiferente rreth këtij zhvillimi. Informacioni që kam dhe unë është marrë pafajësi në Spanjë. Jo, 8 vjet i dënuar Alfred Hamza. Jo, në Spanjë. Ka procedim në Spanjë, ka Belgjik, ka dhe procedim në Spanjë, sepse trafiku drogës, do në kjo që duhet parë, do më thëmë si fakt, që të kemi vepër penale. Por nëse nuk dënohet dyja për një tërë vepër, është dënuar në një vend. Pra kemi, do më thëmë, 2 nga këto persona që janë në netim, se janë marrë akoma të pandeu, kanë marrë pafajësi, është për njëti fakt. Duhet jemi të kujdesshëm me parimin e në bisinide. Në Belgjik është dënuar, s'ka pafajësi. Po. 8 vjet burg, shkallë parë, shkallë e dytë i ka të gjithë. Pastrimi i produkteve. Janë 40, jo, ndjes, janë 40 të pandehur kolumbianë shqiptar. Kjo çështje. E kam ndjekur edhe me kolegat tjerë dhe me njerëz, dhe ke 2 deklarime që janë shumë interesante. Ka qenë avokate Natali Galan, e cila është shprehur për shtypin belg në një intervistë, është përcjell dhe kthej. Ka një të pandehur që është nga Vlora, ai ishte një histori një gjë të vogël, $1 milion, më duket. Dhe ajo theksonte në sallën e gjyqit në proces, thotë
këta individ që janë në këtë proces kanë investuar 3 miliardë euro në Tiranë. Dhe i referojnë materialeve të dosjes. Edhe prokurori nuk e konteston të deklarim të profesuesës ligjorit të gjërit për Panderove. Duhet me parë provën sepse provën e parë. Për shembull, unë këtu në Shqipëri çfarë problemi kam se duhet të jem korrekt, jemi dhe me publikun. Duhet postetohen të mos cënohen personat të cilët kanë blerë, që janë investitorë që kanë blerë shtëpi. Pra, persona që nuk kanë lidhje me trafikun, nuk kanë lidhje me veprën penale, të kemi shumë të kujdesshëm që nëse janë sekuestruar, të verifikohen se mund të sekuestrohen, sa të verifikohen dhe të lirohen sa më shpejt. Sepse këta e kanë blerë shtëpinë, janë persona vështirëse qytetarëve, kanë punuar në Shqipëri, jashtë Shqipërisë. Nëse kush jeton brenda në një nga këto sekuestruar, është detyruar të dalë të rrezikosh apo jo? Qëndron aty. Sot ky do qëndrojë në banesë derisa të sqarohet pozita e tij. Shifë statusi ka lidhje por duhet kemi parasysh se pjesët më të mëdha janë shitura. Pra janë objekte që kanë kalu persona të tjerë dhe është të mos cënohen interese persona të tjerë që janë në mirëbesim dhe kanë parë. Po mirë, mund të gjurmohet kjo para tani mbasi është shitur. Prona tani ai ka ndërtuar një pallat nga pikpamja teorike se do jetë hetimi në fund, në përfundim të hetimit duhet që paratë e trafikut drogës provohen. Kjo sasi është investuar këtu. Pra duhet të provohet jo vetëm me duhet prova të çdo dyshimi të arsyeshëm që kjo është investuar pikërisht këtu, sepse ka investitor, pra burimet e financimit për një pagat janë ndryshëm. Burimi kryesor mund të jetë kredi bankare, mund të jetë investitorë që ata që blenë shtëpi, pra që jep kostën. Ai që të jep lekët në dorë, bankat investojnë në trafikun e drogës. Që ai që të jep lekët në dorë, për shembull mund të ketë shtëpi më të ulët, kjo do të thotë pse ka. Prandaj hetimi është shumë, domethënë është kompleks. Sidomos te pastrimi i produkteve veprës penale, se do të provosh veprën penale dhe mësonaj dalësh për produktin. Aq më tepër që ligji thotë në mënyrë qartë, pavarësisht se vepra mund të jetë parashkruar, për shembull është një vepër droge parashkruar, ti e ke provuar që vin nga sekuestrat janë preventive, besoj. Po janë në një çështje shumë komplekse. Pra kapja e pasurive, mendimi im personal për personat këtu në Shqipëri, të cilët akuzohen vetëm për pastrim produktesh veprës penale, mund të hetohen dhe në gjendje se ti pasurinë aty ke, me përjashtim ata që akuzohen për trafik droge që procedohet me masë tjetër, është shumë e lartë. Tash ti ky ka 6 vjet, 10 vjet tu, tash ti i ditë bukur, domethënë pastrimi i produkteve, prona aty është nuk merret në krah. Jo, s'ka qenë fare këtu. Ai jo, ideja është që prona aty është, ne na intereson që prona që e provoj që vjen nga droga, bravo qof, pra këto shitet e drogës janë tjetërsuar këtu dhe këto konfiskohen. Madje këto prona ka qenë duke hetuar një detaj, ka qenë duke hetuar për drogën që është zbuluar Zverneci. Dhe jo kundërta. Ka qenë duke hetuar për drogën që është zbuluar Zverneci. Drogës dhe u mbrit tek Zverneci. Sepse parcelat dilën atje, kleringjet e pronave të hektarëve të dalë dhe kjo është një punë shumë e madhe, të cilat duhet bërë. Pra provohet, por për mendimin tim ata që janë vetëm për pastrim produktesh mund të hetohen edhe në gjendje të lirë. Kryesore të kesh ka pronën, mua më intereson prona dhe prona duhet kemi kujdes, këto që sekuestrohen. Ashtu veprës kanë çfarë mendoj. Dhe këto që sekuestrohen duhet të kenë mosumin vlerën e tyre ekonomike. Sepse po u degradu kjo, pra nuk ka asnjë lloj vlere më mirë, sepse ti do po thoni pastrim produkte në gjendje të lirë. Pa në varësi të veprës? Jo, në varësi kur ke trafik është gjë tjetër. Po këtë po them, domethënë. Pra, unë mora para nga ky, ja ku ke pronë, maj pronë, sepse konventa për depistimin dhe parandalimin e parave të pisa që e kemi firmos dhe qëllimi i konventës është tjetër. Kapi pasurisë, jo kapjen e robit. Kapi robit fundament, po është problemi i pasurisë. Dhe po ka pasuria dhe konfiskohet, kaloj favor shtetit. Nuk bie dakord me Karanxhën në këtë vërtetim. Edhe dje kishte Strasburg janë 3 vendime për 2 prokurorë gjyqtar që rikthente dhe shihte çfarë katrahore është bërë këtu dhe këtu e larguar prokurorë nga detyra për 500 euro më së tre. Për i mirë, ju e dini shumë mirë. Është rasti Osmani kundër Shqipërisë, ka danë kundër Shqipërisë dhe Lezi kundër Shqipërisë. Ka konstatuar shkelje flagrante ka mbështetjen. Ne 68 konventës ndërkombëtare që Karanxha di më mirë se ne. Por çfarë? Këtu tani flasim për 560 ti, u mbet karrierën atij, ka 30 vjet që është investuar. Kushton miliona prodhimi një prokurori një gjyqtari. Është investim. Dorsa këta që kanë 100 milionë, 200 milionë euro, kanë presim mirë. Ka balluku miliarda euro ne prapë një lirë kemi. Ka dhe më keq, ëh? Kjo është komedi në krahasim me të tjetër që ne presim. Po ne thënë varësi si me drejt çdo prokurori që për mua te pastrimi i produkteve, qëllimi duhet të jetë që të merren paratë e produktit. Madje këtu theksojmë andi, se kemi thënë dhe do ta them prapë. Për mua produktet e korrupsionit janë shumë herë
më të rrezikshme biles për produktet, për pastrimin e produkteve që vijnë nga korrupsioni, pra janë korruptuar, kanë marrë tendra, ata duhet të rinë burg. Tani, ata duhet të rinë burg. Ata që korruptohen sepse neve po jemi në rregull me ndërkombëtarët SPA-u, por duhet të shohim dhe parat e taksapaguesve. Të bëj një pyetje përpara se të kaloj tek Çollaku. Që Çollaku e përmendi pak më herë që ta përmendën funksionar të lartë, zyrtar të lartë. Zyrtari i lartë kush është? Ande. Në këtë dosje. Andi në vendim përmendet zyrtari i lartë. Me drejtin pyetja, kush është Xhuxhi? Kush është Xhuxhi? Se unë tham, më kanë dhënë që është një i shkurtër. Kush është Rapaduci? Kush është ky? Që nga që është i vogël se kanë kap dhe fotot mirë. Sepse kur je i madh kapin fotot atë, kurse kur je i vogël, domethënë çifesh, kështu që kjo do ta zbuloj SPA-ku. Pra kush është Rapaduci i shkurtër? Domethënë ai është një i shkurtër flitet, tash domethënë që është një zyrtar i lartë. Pra këtë duhet na e tregoj SPA-ku. Domethënë deri për momentin, pra domethënë ne kemi gjuhë që është i shkurtër. Domethënë prandaj bodhe mund të jetë i gjatë. Por gjithsesi s'ka dalë, besoj se këta të shkurtat edhe më qifen. Kuptimin që më qifen mrapa i shpëtojnë për farë kohë drejtësisë. I shpëtojnë fotos. Faleminderit Karanja. Do vjen edhe bordi paqes në Kipër me 30 qershor. Por Rama takon Trumpin. Surprizë. Nëse do jetë. Po Shqipëria është shtet antar dhe kryeministri sipas miratimit që u bën në parlament ka përshtypjen është përfaqësuesi. Par agenda e lançuar e bordit për nëse do ketë do ftohet të gjithë pjesëmarrësit. Në këtë rast unë mund të them që shiko Trumpit përveç se të marrë parat nuk intereson gjë tjetër se ç'a ndodh me politikën e brendshme në rastin konkret pas shumë para pas kemi ne 3 milionë euro nga droga mbase. Mund të jemi përfaqësuesit më dinjitoz të atij bordi. Protestuesët që mos e shisin në Shqipërinë të shkretët. Pse u dëmtua kaq shumë? Më saktë ta bëj pyetje ndryshe se është këta gabime freudiane që i bën njeriu. Sa u dëmtua ekonomia shqiptare, u dëmtua ekonomia shqiptare nga paratë e drogës? Si mund të shkohet drejt konfiskimit, sepse ne kemi shumë problem konfiskimin raport me, domethënë drejtësia në raport me konfiskimin. Ke shumë drejtu dhe nëse ne e dim shumë mirë një lloj bashkërisë që vendet të cilët e kanë bazuar ekonominë te trafiku i drogës janë vende të varfër. Shkon Kolumbi, Venezuelë, Meksik, flasin për ekonominë e atyre vendeve, nuk prosperon. Është tjetër çfarë bëjnë kartelet, Sinaloa, Gjenerata, që ata që në miliarda, flasë për qytetarët. Dhe këtu kemi goditjen e dytë që vjen kriminalizimi i ekonomisë dhe politizimi i krimit, janë dy efekte të tjera të rënda që kanë ndodhur në Shqipërisë. Dhe kjo para ka hyrë edhe në buxhet, para e trafikut të drogës. Konkurenca masakrohet, tregu i lirë, gjithashtu. Sepse ai nuk pyet sa kushton një rozë, i ka parat me një burim tjetër. Natyrisht i paligjshëm. Ne them që ekonomia e vendit është dëmtuar në këtë drejtim, është dëmtuar rënd. Dhe i duhen vite për të nxjerruar le të them efektin e kësaj lloji ekonomie. Një par kolapsin që ka filluar të shfaqet tek ndërtimi. Goditje këtyre grupeve, paksimi i investimeve, me ndërtimin janë të lidhur dhe 15 apo 20 biznese të tjera, elektrike, hidraulike, për aluminë, ka një pafundësi shërbimesh tjera që shkojnë në adresë të këtij biznesi, që ka burim. Ka disa kullat që janë të sekuestruara, tash në sekuestra konservative, por cili është raporti sekuestrim, konfiskim dhe pastrim. Kemi 3 tregues të cilët nuk rrahin, nuk janë fort në harmoni me njëri tjetrin. Nëse pastrimi është në miliarda, sekuestrimi është në miliona, konfiskimi zbret më poshtë. Nëse si pas deklarimit të ministrit të brendshëm në 2025 janë sekuestruar $60 milion, ai nuk na tha sa janë pastruar. Mund të them 10-12 miliardë. Natyrisht që po, se gjithë të lëmej. Me një pyetje tjetër që nuk e gjej dot përgjigje zyrtare, se vetë dim. Porti i Durrësit, a ekziston? Ç'ndodh me të? Kalojnë tonelatat e drogës, nuk sekuestrohet, kanë filluar tani edhe t'ja marrin njëri tjetrin në port, t'ja grabisin njëri tjetrin. U kap para ca kohësh më duket pak, po u kap me një nga këto autobuzat. Jo më larg se para 2-3 javësh kanë mbështetjen. Histori kilogramash. Është fyri. Këtu ka një problem. Po e duke fyer portin o trafikantët. Ata nuk qarkullojnë më. Grupet shqiptare, të cilat janë bërë një problem serioz, edhe sipas graterit dhe animave italiane që ne renditemi të dytët pas ndragetës. Do të çfarë kualifikimi kemi? Jemi në kontraktor të tyre dhe të dytët në portet europiane
që sjellin furnizimin nga Amerika Latine. Ndaj dhe kjo fuqi narkotike që është ndruar grupet shqiptare nga 6-7 vendet të Amerikës Latine dhe një ekspansion investimesh në Europë. Ne thjesht i bëjmë targat drogës në Shqipëri. I bëjmë letrat dhe pastaj investojmë në Bashkimin Evropian dhe në Shtetet e Bashkuara. Dhe këtu si theksojnë edhe nga profesorët e ambasadës amerikane, por dhe zyrtar, se u futën prapë tek emergjenca kombëtare nga presidenti Trump, thonë që kjo është një cenim i sigurisë kombëtare të dy vendeve. Pra ne mi Po, kam përshtypjen me Trump zgjati gjendjen jashtëzakonshme në Ballkan. Të emergjencës po duke përfshirë Shqipërinë. Sepse ka elemente të cilët të synojnë destabilizimin e rajonit, ndaj dhe vëmendja amerikane është shtuar në këtë kontekst, dhe më them që trafiku i drogës është një nga faktorët kyç në destabilizimin. Se krimi organizuar është. Kush do ta stabilizoj destabilizuesin? Drejtësia. Në zgjendje kemi ne këtë, kur bëjnë vaksina amerikane, funksionon mirë. Kur s'ka furnizim, flen gjuhë. Pra her pas here thotë i duhet një pickim nga andi. Një pickim, duhet mbajtë zgjuar vazhdimisht derisa Sopaku. E ke një përgjigje sot Shollaku të pyes përse u vonua kaq shumë goditja e këtyre dy grupeve? Ata për 5-6 vite e time. Unë vlerësoj qëndrimin e Karanës sepse është profesionist me emër të njohur dhe me përvojë të madhe, duan shumë punë, le të themi, për të harmonizuar gjetjet në përgjime, për ta veshur edhe me prova në terren, sepse nuk është provë thjesht ajo që ne morëm nga Sky ECC dhe lexuam përgjimen që anë të pasierë morën 100 kg kokainë, çuan diku, ç'a bën me të, a investuar, ku është investimi, ku është, pra kërkojnë edhe kohë. Ndonse, them që në vendet e tjera, ndoshta edhe për shkak të kapaciteteve dhe infrastrukturës mod disponibël i kanë bërë shumë herë më shpejt. Në qartë. Këtu ka munguar edhe vullneti politik, që këta kanë, kur ke qeverinë dhe politikën përballë, prokuroria është edhe më e dizavantazhuar për të punuar shpejt. Nuk ka një gjë që unë gjithnjëherë kam pasur, nuk e kam kuptuar asnjëherë përse le të themi kapacitetet hetuese të byros kombëtare të hetimit nuk zgjerohen kur këtu në Shqipëri ka djem dhe vajza të reja fantastik. Ata kanë 6 muaj i kanë ndërprerë lekë për bërë të urën mes strukturës posaçme dhe burgut që kanë për kalimin. Çfarë vullneti ka qeveria për të ndihmuar? Mësoj bo ura. Duhet të miratohet pak është bo ura, po tashin na u kujtuaj filmi Ura. Ke pasur filmi Ura, po me urën shpallë. Boja pra urë shkojnë punë, rop. I urë, kinezit ta bë për 3 ditë, tu ka vite ura, shkojnë punë. Pra do duhet që qeveria të miratoj fonde për pagesat e hetuesve të rinj, nuk është, domethënë është qenë ka e varur drejtësia. Duhet investohet Martejan. Çdo gjë duhet investohet. Edhe këtu duhet investim. Do bëhet urë, do komunikojnë me njëri tjetrin, sepse edhe oficeri i policisë gjyqësore duhet të jetë afër prokurorit. Pra duhet të komunikojë. Pra Ura ka u bë legjend tamam si filmi Ura. Si filmi Ura. Në qartë. Mirë, një tjetër çështje ku duhet ndalemi është fakti për të diskutuar pak për çfarë po ndodh me kryebashkiakun Erion Veliaj, dy çështje të cilat ai ka. Një në themel ku duket se çështja aty po zvarritet dhe çështja tjetër që ka në gjykatën administrative në raport me prokurorin Olzdado. Si gdet tutën? Mirë, Karanxha, tani sim së bashku. Çfarë po ndodh? Duket sikur ka një nëpërmjet edhe avokatët e tij, pra Rend Ndrecës Veliaj, duket sikur për çështje në themel po e zvarrit pak. Çfarë po ndodh aty që mos bën konkluzione po e zvarrit apo jo, është e drejtë ligjore për të shkuar kështu, dhe çështja tjetër në raport me gjyqin që po zhvillohet ndaj që ka kallëzuar pra paditur prokurorin Olzdado. Në informacionin tim, ju jeni edhe pal në këtë proces si përfaqësuesi i shoqatës media dhe drejtësi. Mi analizo pak të dyja, çfarë po ndodh me këto dy çështje? Është çështje e themelit kur Erion Veliaj është i pandehur, që është në SPAK, është dhe çështja tjetër, e cila Erion Veliaj ka bërë padi në gjykatën administrative në lidhje me vlefshmërinë e emërimit të prokurorit Olzdado. Nga ana jonë dhe ne si shoqat, pra domethënë shoqata media dhe drejtësi, është bërë një padi. Objekti ne domethënë cili është qëllimi. Sepse është keq kuptuar në media sikur ne jemi bë palë me Erion Velin. Jo, nuk kemi bë palë me Erion Velin. Por ne themi si shoqat kemi arritur në përfundimi që Erion Veliaj është në burg për atë çështje që s'duhet të ishte. Ai duhet të ishte në burg ose duhet të ishte proceduar penalisht për çështje të tjera. Dhe konkretisht, duhet të ishte proceduar penalisht për çështjen e inceneratorit. Inceneratori i Tiranës ai ka bërë një shkresë përcjellëse ku thotë ku ka marrë përsipër kompetencë Këshillit Bashkiak. E dyta, e di Basiri shumë mirë, çështja e dherave.
Ku janë paratë dhe kjo është vjedhje e pasur, nuk ka nevojë as për ekspertim fare. Dhërat që dalin nga gropa e pallatave, ë? Andaj, kam pritur që shoqata e nderuar, po dhe vini është pjesë, ti të rëndësimi t'i shtoj edhe të rëndësimi se si antar KPK-s dhe KPA-s u emëruar jashtë kritereve kushtetuese dhe këta kanë prova. Po, dhe kjo është shfaz tjetër dhe u duk në opinionin publik se ne jemi bo, jo nëse mi bo palë. Ne konstatojmë që ky prokuror duhet kishte bashku çështjen. Duhet të kishe marrë, me që mori guximit ta boj, ta hetoj tamam, jo dosje gjysma. Dhe dosje që lidhet me veshmbathje e akuza tjera. Duhet ishte ngritur akuza për dherat, duhet ishte ngritur akuza për inceneratorin. Por na lind një dyshim tjetër. Kush është dyshimi aty? Janë 17 firma pam. Kush i ka thonë 17 firma pam? 17 VKM që janë bërë brenda ditës. Dhe nuk është marrë kush fare me këto. Por s'paku është marrë me dose gam. Që janë këto 17 VKM se s'po kuptoj. Janë 17 VKM që janë marrë brenda një dite. Për çështën e inceneratorit. Për çështën e inceneratorëve janë bërë pam. Si bën? Ka thënë kryeministri në komision. Po pam. Dhe me dose gam që flet ka fol Erion Veliaj. Ne duhet me dose kryesore dhe këtu duhet ishën marrë. Dhe të lind dyshimi që është marrë me çështje të cilat janë jashtë strukturës qendrore dhe dosjeve kryesore. Këtu gjithë korrupsioni bëhet 1 milion euro, sa po 2, 3, 5. Këtu janë vjedhë me inceneratorë është vjedhë dhe nuk ekziston fare. Pse nuk ka bashkuar prokurori Olzdato çështjet? Ti bashkoj të dyja çështjet bashkë dhe ti çote. E nisi që nisi këtë punë. Por jo çështje gjysmake. U neutralizua Erion Velia dhe çështjet e tjera duhet ishte se kërkoni edhe përmarrjen vetëm datë janë bashkuar informacionin në maj të këtij viti Këshilli Kombëtar i Territorit ka miratuar shtyrjen e lejes për ndërtimin e inceneratorit të Tiranës. Pra, mirë që nuk është ndërtuar, por edhe kemi shtyrë. Shtyrën edhe lejes. Ai së ndërtimit të pandërtuar. Ai ndërtohet vitin 2060. Pra, këto janë dhonë paret në durmarë, nësi muhabeti, ke dhonë legët me ble makinën. Ja të dhe, s'prish shpondet dhe. Prit, ose për momentin për t'japim goma t'i kesh në shtëpi, mrapat si dhe makinë. Po dherat, ti e di që qytetarët, ndërtusit, sipërmarrësit, kur derdi dherat, kur shkarkoni dherat, i kanë derë në incinerator. Dhe ata kishin taks për dherat, 2 deri 5 euro. Dhe qa botet, ti po t'i jetë dherat në vend tjetër, vite policia bashkjake. Gjëmote policia ishin ca bashkjak shumë të rrezikshëm këta policë. Të kapshin me motor të papaq. Se ti kujtoj hatë se për kur ata ishin të paskuar me motor të papaq. Pra deri këtu ka rreth venin gjoba. Mbadje spaku, Olzdato duhet sekuestroj gjobat. Ku janë vënë gjobat për punën e dherave? Që është edhe dhe janë vend tjetër. Sepse këtu dhe se sa ndërtu sa roga, pse të japim lekun qyl ti dhe pse të japim lekun qyl? Neve kanë tentu të ashtu, por i ka kap papaqi. Këto me motor papaq shumë të rrezikshëm, i kanë kap. Dhe duhet parë dhe gjobat që janë vërë betonjerë aty në kamionëve të dheut, që janë kamion dhe, që lidhen me parat. Kjo është kryesor, është grabitja e xhepave të qytetarëve. Dhe ky është kërkesa juaj zëvon në këtë seancë, pra është një kërkesë e cila e bën gjykatën administrative të imponojë diçka prokurorit apo vetë prokurori ndërgjegjësohet nga kjo kërkesë e juaja? Kërkesa jonë kjo ishte qëllimi i parë. Qëllimi i dytë i kërkesës është çdo kush në demokraci duhet të futet në punë sipas ligjit. Ka lidhje edhe me protestën që po bëhet sot. Janë shumë djem tri, të cilët mbarojnë shkollën, janë me disa gjuhë të huaja dhe nuk futen dot në punë sepse futen persona që nuk i plotësojnë kriteret. Marrim rastin e Daniel Shimës të Akshit. Ka qenë shofer me ëndër. E bën zvëns drejtor. S'kom gjo me shoferat, se dhe shoferat kanaleve, po ti ke zanot tjetër. Ase shkolluar shpejt. E dyta, si që thot ajo. Ky që është shofer, është bos vëzëtor, ky i ka bot tenderat, pra kanë gjithë një shofer dhe i kanë lodhe tenderat. Në administratë shtetërore këtu bëhet gjë, futen patronazhistët në punë, i zëjnë vendin tjetër. Pra kjo është parimoje, që çdo kush futet mbas ligjit, sepse duke u fut njerëz në punë, në kundërshtim me ligjin, si Daniel Shimba, si Olzdato, si tjerë, neve po largojmë të aftë, sepse dhe Olzdato kur është futi ka zënë vendin një tjetri, sepse duhet bote 5 vjet oficer dhe të bëjë prokuror. Pa respektimi i ligjit është njësoj për gjithë. E pesi tha Mirlinda Karçana, i ka bo tenderen, e ka bo Daniel Shima, i ka bo shoferi. Po ti si e zjodhe shoferi këto? Praj, ose si janë bërë tenderat para gysit, se u janë kapte gysi, ju s'ka lidhe. Këto kanë gjithë një gys, do dali gys tjetër. Pra ndaj çështja është parimore.
lidhet dhe me protestën. Vendi i punës duhet merret nga personat e merituar. Pra nuk kemi lidhjen me Erion Velin. Përkundazi, ne si shoqat themi që Velia sot duhet ishte proceduar penalisht për vepra të tjera. Dhe unë si përfaqësues tre vendimet e Strasburgut, tre shkarkimet e vettingut që Strasburgu ka gjetur shkelje flagrante. Qa ndodhë, sepse e di që të paktën Shqipëria do duhet paguajt, për njërin nga ata ishte 34.000 euro pagesa. 11.000 për secilin në rës. 11.000 për secilin, por ata kanë drejt të bëjnë padis dhe të marrin rrokat e prapambetura. Ka drejt të padisin shtetin shqiptar të marrin sepse duke u shfuqizuar akti, ti ka fuqi prapavepruese. Pra ti ata marrin shumën, domethënë shumë më të madhe se aq, duke llogaritur paga, se duhet të qenë korrekt për publikun të mos bëj 76-49 siç një politikan, por domethënë po marrin një shumë të mirë. Përveç shpërblimit që merr për dëmin moral, do marrësh dhe dëmin, do marrësh dhe pagat që të takojnë. Pagën për vendin e punës që kishe deri në momentin që është parkuar, sepse shfuqizohet akti, kur shfuqizohet akti, pra ti është fuqi akti i emërimit nga që ke qenë punë. Pra ti do marrësh dhe pagë dhe i takon me ligj. Do thotë që vettingu bëri gabime. Vettingun e kemi diskutuar ande gjatë për kriteret e personave që kanë bërë vettingun. Luan Daci ka qenë një antar i cili ka qenë i shkarkuar për korrupsion dhe ata e vënë te vettingu. Ke të tjerë. Kemi Ina Ramën sot që është bërë gjyqtare, që çështja do eci. Ina Rama që është bërë gjyqtare, e cila del emri i saj te listat e shërbimit sekret. Ke një tjetër që s'ka. Dhe nesër këto çështje Shqipëria do ketë kosto, sepse qytetari do ta ngrej gjykatën e krijuar me ligj. Njëri nga personat e kthyer me mbiemër Kadana, Izet Kadana, është kthyer me nenin 6, gjykatë e krijuar me ligj. Pra, gjyqtarit duhet... Këta s'janë konform ligjit, më këta janë futur aty. Se kërkoj përjashtimin. Janë futur aty nga një komision, domethënë që po ta them kriminal. Aty duhet nisë çështja penale dhe po na sjellin këtë pasojë sot. Gjykatë e krijuar me ligj. Pse e kanë futur ato aty? Ai ka qenë i dënuar për korrupsion. Ke tjerë prapë të dënuar për korrupsion. Ke persona që s'kan pas vjetërsi në punë fare. Pra këta janë vënë me mision për të shkarkuar njerëzit në mënyrë të padrejtë. Për të shkarkuar për shkaqe karinore, për zonat të caktuara, edhe për shkaqe karinore edhe politike. Ne e qartë. Faleminderit Karandxha. Shkurtimisht për çështjen të Veliej. Po. Se kemi dhe çështjen e fundit balluku kërkesën, no? Bie dakord tek fakti që Veliej nuk janë akuzuar për një çështje të rëndësishme që pretendohet edhe nga vetë prokuroria, edhe nga kallëzimet e shumë dënonësimet e pafundme, le të themi, si incinerator të 5D-ja, ose ndargetës për ndërtime, shumë tendra të tjerë. Këtu nuk shoh akuzë. Incineratori jo, që duhet ishte organizatë kriminale. Dhe ato hetimet jo pasim duhet veprës penale, hetim pasoror, ku përfshirë dhe i vllai, bashortja, dhe këtu kemi edhe këtë, kam vënë re që kam lexuar, nuk di sa që ndron shumë, por janë harxuar rreth 430.000 euro nga familja Veliej, duke lobuar në Shtetet e Bashkuara edhe me avokatë dhe të tjerë, pa duke lobuar te donatorët e drejtësisë për të mundur shmendjen se drejtësia është e keq. Po ja dalin? Po ja dalin me këto? Deri tani jo. Para të kanë shkuar, paktën kështu. Gjithkush ka drejtë të zgjedhë avokat më të mirë. Por te kjo historia e përqendrimit tek çështja e datës dhe duke u shfokusuar në një përpjekje ndosi me protestën për të shfokusuar thelbin e asaj çfarë po ndodh. Ne kërkojmë di cila ka qenë marrëdhënia e zotit Veliej me detyrën. Ke vjedhur, s'ke vjedhur. Ke abuzuar pas shqiptarëve apo jo? Ke shpërdoruar, ke privilegjuar, favorizuar familjar, të afërm, klient, biznesmen, politikan, pushtetar. Ky është ajo që kërkojmë. Në rastin e datës, është shumë mirë që media ka bërë një dënësim për të parë se cila është procedura e emërimit. Unë do doja që aty të ishin edhe këta të KPK-s, të KPA, si kemi mesetare 5-6, kushtetuta thot 8, ata është detyra, ka të tjerë që janë komisioner që të kallëzuar për falsifikime, për dënime, edhe e konfirmon, le të themi, këto shamat të madhe edhe vendimi i Strasburgut. Të bëj një pyetje, se çështja e emrave aty mund të jenë kushdo, mund të jetë Andi, mund të jetë Basiri, Vini e tjerë në radhë. Çështja e emrave janë emra të janë emëruar. Ore, kush e kontrollon procedurën? Ore, si mund të ndëshkohet një procedurë e gabuar, domethënë, një procedurë e kundralishme, kush e ndëshkon, kush e stopon, kush e ndalon? Dhe përmendet tek vendimet e Strasburgut kur thotë që rivlerësimi nuk është bërë për të 3 kriteret, është bërë vetëm për pjesën pasurore, jo për të morale dhe profesionale.
Gjykatë e krijuar jo në formën e kërkuar nga ligji. Është hequr e drejta e ankimimit. Është drejtë kushtetuese që nuk ekziston. Kërkon me drejt subjekti të përjashtojë njërin nga anëtarët e trupit gjykues për argumentat që ai ka bërë, i ka paraqitur, dhe janë më vonë nuk ka ku të ankohet, ata janë rrëzojnë dhe nuk ka ku të ankohet. Duhet kishte shkuar në kushtetutë, kanë mbyllur këtë shtek. Teorikisht është një binar, le të themi, që mund të ndodhë, pra çojnë direkt në Strasburg. Dhe nuk ndodh të ti ke hequr drejtën e ankimit qytetarë shqiptarë, se ku shkelje konventash, drejtash 6-8 janë të renditur aty, por tregon dobësitë e sistemit, të cilët nuk janë nga padjenia, nuk janë nga naiviteti, nuk janë nga rastësia, janë të gatuara me qëllim që të kontrollohet sistemi. Dhe në këtë mënyrë kontrollohet. Kur ti çon njerëz me probleme aty, çon njerëz që kanë detyrën dhuratë dhe jo karrierë, atëherë ai do të marrë edhe vendime dhuratë për donatorin që ka çuar në atë karrike. Dhe jemi në këtë gjendje, do ketë edhe vendime tjera, se ka denoncime të shumta në Strasburg, besoj, për të treguar se çfarë ndodhi. Kjo reformë është shkërmoqur edhe nga vendimet e gjykatës evropiane tashmë. Ai veting i famshëm nga ata ndërkombëtar që besoj se Karanja nuk do i pranonte as të jepte leksion. Edhe diçka, motre Belinda Ballugut. Motre Belinda Ballugut mesataren 5. Ngilsen klas, ka ngel klas. Shkolla ka qenë 4 vjet, kjo e ka bë 5. E vun aty. Si ka mundësi më 5 ngelse ajo apo sepse ka qenë shkolla që ka qenë 4 vjet. Këta të komisionet e shohin diplomën. Dhe çka kanë bë? Ata shohin mbiemrin. Kanë heq atë listën e notave. E kanë qef. Që të më thonë, lista ka si më e veti pa listë notës, sepse ka qenë kriter ligjor. Karanja, kjo ndodhi. Mund t'i stash dhe njëra aty, mund t'ishte Ervini, mund t'ishte Andi, Basiri, këtu në rastin konkret është motra e zonjës Belinda Balluku, Pamela Qirko. Në fund të kësaj histori, në fund të gjithë historisë, vetingu për mbyll javës si shkoj. U mbyll si cikël vetingu. Po. Apo jo? Po. Zyrtarisht, brenda 10 viteve, ne hoqëm çështë për të hequr me të drejtë dhe pa të drejtë. Dhe këtë po e tregon, tash kush do ta vlerësoj këtë se çfarë pune është bërë. Në fund fare thot, ti zonja aty nuk duhet ishe në atë si bie, në atë tavolinën ku gjykohet. Një vendime thot është të largimi nga puna, masa e dhënë, nuk përputhet me gjetjet. Prapa dhe me gjetjet e raportuara, me të mëdha nuk do të ishte më largimi, kësaj bi ke vra mizën me top, i ka vra mizës në top, domethënë s'ka kuptim. Terren mbethet për ta gjykuar Strasburg, siç po personat në 6 gje fut aty kotëm rob pa lidhje. Çfarë janë këto më? Çështja e fundit ku duhet të ndalem regjia është për sa i përket hetimit që po kryhet ndaj ish zëvendës kryeministres dhe ish ministres së infrastrukturës dhe energjisë zonjës Belinda Balluku. Si detutën. Mirë, kolegu Basir Çollaku pa të raportuar ishit i pare, më thënë që kam rritur një kërkesë e dytë e SPAK në ambientet e kuvendit për sa i përket kërkesës do më thënë në përheqjen e imunitetit, ndoshta hapjes rrugë për heqjen e lirisë ndaj zonjës Balluku. Tani çfarë po ndodh? Kjo procedurë, kjo praktikë më kujton shpesh thënën që i Zoti e jepet e llalli së shet. Por në informacionet që kam konsultuar unë dhe janë vërtet serioze, struktura e posaçme kishte bërë gati një kërkesë të dytë drejtuar kuvendit për heqjen e imunitetit të pandehurës Balluku. Okej. Tani aty qëndruan edhe ato 16.000 faqet që i mori Komisioni Rregullorës mandateve me prova dhe ata thonë jo janë jo s'janë. Natyrisht është e vështirë ta fshehësh, se vetë struktura e posaçme duhet shprehet me këtë, duhet shprehet publikisht. Nuk do ta lë evazive dhe shpesh shumë lajme që dalin nga SPAK-u po tepër testohen se si po reagohet dhe pastaj veprohet, ka ndodhur jo pak raste, duhet ishte ndryshe mendoj. Kishte vetë struktura e posaçme në një periudhë kaq të gjatë kur janë shtuar dhe akuzat. Ajo ka lajmëruar akuzat 3. SPAK-u ka lajmëruar korrupsion, pastrim të produkteve dhe veprës penale. Po nuk i ka zyrtarizuar tek ai njoftim për sa i përket vilës në Dhërmi. Ajo thotë është dyshohet. I ka zyrtarizuar. Pse them unë i ka zyrtarizuar? Ne jemi gazetar. Unë kur lexoj në faqen zyrtare, po. Të strukturës posaçme nuk lexoj opinion. Ai nuk është mendim. Po pse ka shkruar si opinion pra? Po sepse akuza dyshim është. Pa ai thotë dyshohet. Dyshim është. Dyshim ja kemi prokurorin prezant. Çfarë është akuza? Është dyshim. Kur ta provoj gjykata pastaj është vajsi.
ose e kundërta. Pra ka edhe një lojë leksikore të strukturës së posaçme. E ka bërë pra këtë në këtë rast konkret. Dyshohet për çfarë dyshohet? Po kur ndalohet dyshohet se vila në dhërmi thot është në pronësi të tërthor të zonjës Balluku. Vila është një nga provat e përcjella. Por thotë dyshohet për pastrim produkte dhe veprës penale dhe për korrupsion. Thotë njoftim. Tani, edhe kur ndalon një autor vrasje në rrugë, nuk i thotë ky është vrasje, dyshohet për vrasje. Akuzë është dyshim. Po. Ndaj them që ata i kanë lajmëruar akuzat e reja. Dhe me këto akuzat e reja, edhe historia e vilës që ju përmendën, por dhe shumë prova të tjera, e 3 procedura të tjera të lajmëruara që janë ngritur për dyshime në veprimin e saj për shkak të detyrës ku dyshohet sërish abuzime, tani ka ato 3 furgona ishin te kërkesa e parë. Janë edhe 4, sa i duhet një parking me prova se nuk i delo. Dhe gjithë këto akuzat të reja, prova të reja, dhe jo një kërkesë e re e mbërritur, ka diçka tani. Nuk e di kush janë fuqitë natyrore që e pengojnë dhe e frenojnë strukturën e posaçme për dalë të thënë publikisht. Do ta çojmë, por e dalin thotë nuk e çojmë, s'do të çojmë kërkesë tjetër. S'do të çojmë. Kush i pengon? Transparenca dhe marrëdhënia e tyre është me publikun. Nuk është as me partitë, as me parlamentet. Pandehurën e kanë aty përballë të dosja përballën në gjykatë me të, por në këtë kohë të gjatë kur janë bërë shumë për janë marrë pandehur edhe janë marrë hetim edhe një biznesmen, por edhe tare, mos gaboj. Po, edhe një kur ti ke shtuar edhe vajzën e personave, i ke akuzuar, i ke marrë në hetim zyrtarisht, i ke akuzuar për vepra që lidhen me këtë dosje, pra numri i personave të akuzuar shtohet, numri i provave të gjetura shtohet, numri i akuzave shtohet dhe kërkesa paksohet, ka diçka që nuk shkon, diçka nuk shkon me postirin ndoshta. Brenda sa kohësh do duhet ta paraqiste këtë kërkesë spaku ka afate procedurale prokurori i di më mirë se ne, por me rrofenjat e tjera zyrtare që ata kanë publikuar, kërkesa duhet kishte rritur me kohë. Ora nëse e kanë çuar nuk na e thonë, ose posteri do të jetë ndoshta çështje protestës sepse një nga do kalon në bulevard postieri dhe një nga pyetjet që është bërë nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë antarëve ku morin në pyetje kandidatët të cilët ishin për kreun e spakut, ishte edhe kjo që në rast do rrezikonit të destabilizimin e vendit, a do bënit edhe një procedim penale pa arrestim, besoj ju kujtohet kjo se s'po referoj dot saktë. Një nga aktet e komedisë. Kështu që nuk e di nëse ishte i gjitha komedi, Çollaku se ka dhe jo ato të vetat kleçkat aty brenda, po se nuk po bëjmë as avokatën e shejtanit, as dhe por zotëri. Prokuror, keni vite që merren me këtë histori, ne e dim që jeni profesionistët më të mirë sipas vettingut që keni shkuar atje. Nëse u ndaj bindje ndryshme se nuk janë më të mirë. Ka tek këto që janë të mirë, ka të tjerë që janë të mirë të partisë dhe kanë shkuar aty. Po kur ti je i mirë i partisë, ti nuk heton pandehurën e partisë. Ky është konflikti që nuk na prodhon ngjarjen reale në raport me ligjin. E qartë, faleminderit Çollaku. Për afatet ligjore, për sa kohë do duhet ta ridërgonte një kërkesë të dytë apo nuk ka afat? Tani nga pikpamja procedurale, shohim nga ligji, spaku ka drejt mbas në 289 kodit procedurës penale, paragrafi i parë që të bëjë një kërkesë të dytë për arrest. Po? Për arrest mbull ose arrest shtëpivar, mos ta paragjykon. Basiri, do të thënë nga informacion që disponon është çuar kërkesa, por ndoshta është çuar sa të shkoj posta, sa shkoj postieri, sa të vej vulën aty, ndoshta ka qenë protest i gara ane nga pasi s'ka ngjitur adresën, i gara ane nga Sauhu i është çak goma tek aty tek kthesa. Megjithatë, do bëhet një futje e kërkesës zyrtare, pra bëhet vula kur bëhet në protokollin e konventit, bëhet futja e kërkesës dhe kërkesa shkon tek titullari i institucionit i cili ja kalon komisionit për kandidaturin. Pra ka një rregullore se si do futet, ka një edhe ligji është në mënyrë saktë, ka afatet e veta ligjore. Në dinin time çka kemi parë në media, tek zonja Balluku janë bërë hetime intensive, ka dyshime që ka dyshime të bazuara në prova sipas akuzës, që një banesë e cila ndodhet në zonën e Dhërmiut në Gjilek është e kësaj. Është pasuri e kësaj e fshehur në prestanome, se ka dalë se janë në emër të personave të tretë. Po. Tani këto janë standardet tash të bëra nga spaku, po janë standardet që na pëlqejnë, s'na pëlqejnë është gjë tjetër. Pra këto vetë i kanë ngritur këto standarde, vetë motre Ballukut është marrë vetë me reformën drejtësi, me këto standarde ka thonë në shtëpi e tjetrit. Pra i njëjti standarde zgjedh edhe për tjerë, kështu që thjesht morësh vendimet e motrës, ti morë edhe i bi që është e provuar, se vetë i bën këta njerëz këto standarde, kështu që por megjithatë, pavarësisht kësaj,
Se kjo s'ka faj për motrën, se motra faj është që e futi, se s'mund të vesh një person që s'plotson kriteret, ta vesh në punë. Pra kjo është faj jotë, sepse po të mos ishte balluku, ajo nuk do të futej në atë vend pune. Pra është gjetur balluku që është futur në atë vend pune. Por do presim që të provohet akuzë. Pra provimi i akuzës gjë tjetër, por me standardet e ngritura nga këta vetë, këto kanë ra vetë si punë i Ilir Metës. Për 6 ditë ishte që kanë ra vetë. Kërkesa e Tahirit u meritua. Kanë ra vetë në ato pusetat që kanë bë. Domethënë aty i bën si standarde, kanë gatru korsinë dhe janë futur te korsia e gropave tash. Vetë i kanë bë. Edhe Ilir Meta i firmosi ligjet ishte i lumtur, madje edhe e ritheksoi ligjet e reformës në drejtësi për zbatimin e kushtetutës janë bërë gjitha nga Ilir Meta. Edhe në 166 për funksionimin e pushtetit gjyqësor, që antarët e EKP-s futen antarë gjyqtarë apeli, është bërë nga Ilir Meta, sepse Albana Shtylla ka qenë sekretare përgjithshme e kuvendit e zgjedhur nga Ilir Meta. Prandaj këto i bën vetë tash neve vim tek këto ligje. Dhe faturët, pra kemi një reformë në drejtësi është bërë e cila domethënë po krijon këto standarde kur i vjen punat e vetja tek këto sharra që kanë kriju vetë, që po hapin varret e njerëzve tash, po bin vetë. Tani thonë jo, ç'është ky standard, po standardi ky është. Pra nuk e ka fajin më Spaku po Spaku ti i ke lënë Hanxharin do, pritesh. Çfarë po Hanxhari ku ale? Pret kokën, kështu që Vin Karanxhat, falenderoj shumë që të kisha sonte në sken krimi, e vlerësoj. Basir Shollaku, ishte kënaqësi të kisha sot pjesë të këtij paneli. Të dashur shikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për mbrëmjen e kësaj të mërkure, ku shpresojmë shumë që kemi përpjekur që të kuptojmë pak më shumë mbi ato zhvillime se çfarë po ndodhi që nga protesta, drejtësia etj me radhë. Bashkë do të shihemi të shtunën në orën 21, natën e mirë.